Mirëmbrëma të gjithëve. Sot do të jetë një podcast I veçantë sepse unë do të kem kënaqësinë të kem jo një të ftuar, por dy të ftuar, dy përfaqësuesit e lëvizjes bashkë në institucionet publike shqiptare. Në pjesën e parë do të flas me sekretaren organizative të lëvizjes bashkë dhe këshilltaren bashkiake të Tiranës, Mirela Ruko. Do të flasim për shkarkimin e Erion Veliajt ose më saktë propozimin për shkarkim që Këshilli Bashkiak I ka drejtuar Këshillit Ministrave për Erion Veliajt, ndërkohë që në pjesën e dytë do të diskutoj me deputetin e Lëvizjes Bashkë, Redi Muçi, për seancën e radhës të Kuvendit Shqipërisë, problemet e mëdha sociale, ekonomike dhe politike që ka vendi ynë. Mirë se erdhe, Mirela, kam përshtypjen është podcasti I parë që bëjmë bashkë, por nuk është I para herë që ti vjen në podcastin tonë, apo ja? Nuk është hera parë, po as hera parë që bëjmë diskutime bashkë. Bëjmë ja 3 herë në javë diskutime për sa I përket situatës politike, por shumë mirë që do e bëjmë këto diskutime dhe publik. Përpara publikut është shumë e rëndësishme. Edhe unë dua të të pyes për përvojën tënde në Këshillin Bashkiak. Pardjem, sa ka pasur një seancë të Këshillit Bashkiak, një seancë sa më zhdukur bua të rrallë për nga mënyra e organizimit. Në zakonisht Këshilli Bashkiak është një rrëmujë e madhe, askush nuk flet dot, të gjithë zihen me të gjithë, mbyllet goja çdo kujt që kundërshton partinë në pushtet në Këshillin Bashkiak, Partinë Socialiste, ndërkohë që në mbledhjen e fundit pati një lloj risie, ndoshta edhe sepse ka pas konsensus në distancë që të gjithë do të votonin për shkarkimin e Erion Veliajt. Më thuaj diçka për mënyrën si shkoi seanca e fundit dhe ta krahasoj me seancat e tjera të Këshillit Bashkiak kur ka qenë Erion Veliajt I pranishëm. Nuk mendoj se këshilltarët e Partisë Socialiste veprojnë në mënyrë të caktuar para menduar atë mënyrë dhe se ku do dali, domethënë. Mendoj se ajo seancë ishte menduar në këtë lloj formati, pra ku do të jepej mundësia gjithëve palëve të shpreheshin, të thoshin çfarë kishin për të shprehur, dhe më pas të vazhdoi tek votimi. Qëllimi I tyre ishte që të votojë shkarkimi I Erion Veliajt dhe pa bërë një skandal tjetër. Imagjinoje nëse në mbledhjen e Këshillit Bashkiak do të kishte ndalim fjalës këshilltarëve opozitar për të thënë mendimin e tyre për shkarkimin. Jo, ne kisha frikë do ndodhte kjo, do ta çonin për votim pa debat fare, domethënë. Po, por kjo do shtonte më shumë. Pra do shtonte më shumë vëmendje. Këta duan që kjo gjë të kalojë sa më lehtë jetë mundur edhe sa më pak në sytë si thua, mos ketë vëmendjen e qytetarëve. Pavarësisht se është e pamundur që të shmanget një gjë e tillë. Erion Veliajt ka qenë kryetari I Bashkisë Tiranës, famkeq I Bashkisë Tiranës, duhet ta saktësoj këtë gjë. Ne kemi protestuar për vite të tëra kundër Erion Veliajt dhe dihet që ka pas një arrogancë jashtëzakonshme si kryetar bashkie. Pushteti lokal, kur diskutojmë edhe me aktivistë tjerë, pushteti lokal ka një funksion shumë të rëndësishëm, pra të ketë marrëdhënie shumë të afërta me komunitetet, pra të qëndrojë shumë pranë komuniteteve, të kuptojë problematika e tyre, të çojë para me zgjidhje, ndërkohë që ne kishim kryetar bashkie që qëndronte shumë larg, pra nuk I dëgjonte qytetarët për problemet që ata kishin, përkundër vepronte edhe kundër interesit të tyre. Kështu që nuk Erion Veliajt erdhi me ato idenë që do ishte kryetari, pra që do ishte sa më afër qytetarëve, ndërkohë që iku si kryetar famkeq dhe një kryetar arrogant, por nga ana tjetër edhe I korruptuar. Për sa I përket mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, ndonjëherë ndihem përse ekziston Këshilli Bashkiak. Pyes veten kur jam aty dhe shoh se çfarë ndodh në Këshillin Bashkiak. Them përse ekziston ky institucion kur funksioni I tij kryesor është që nëse qytetarët kanë një shqetësim, ta çojmë përpara këtë shqetësimi të japim zgjidhje. Ne si këshilltar që jemi aty që paguhemi nga qytetarët e Tiranës, të japim zgjidhje këtij problemi. Ndërkohë që në Këshillin Bashkiak unë nuk e kam parë deri më sot të kaloj një pikë ose një çështje që vjen si shqetësim I qytetarëve. Edhe se vjen në një gjë e vogël, do të vi përsëri lejohet kur vjen nga ata që janë këshilltarë të Partisë Socialiste. Kryesisht me këshilltarët e tjerë nuk është të pranohen propozimet tona nga kryesia e Këshillit për të futur në rendin e ditës. Edhe sot e kësaj dite, nga kryesia e Këshillit unë nuk kam marrë përgjigje për një kërkesë që kam bërë, që lidhej me diskutimin për ish kryetarin e Bashkisë Tiranës, me qef e them, ish kryetarin e Bashkisë Tiranës Erion Veliajt, për diskutuar pikërisht këtë që ndodhi në mbledhjen e fundit të Këshillit, pra për diskutuar mundësinë e kërkesës për shkarkimin e tij, madje që prej atij momenti ne kemi kërkuar që diskutojë dhe shpërbërja e Këshillit Bashkiak. Se ka një lidhje
të ngushtë. Ti ke bërë fushat si këshilltar, ke bërë fushat për atë kryetar bashkie, je zgjedhur në skuadrën e ti. Përkundrazi nga ana tjetër ti ke çuar përpara çdo lloj propozimi që ai ka sjell në Këshillin Bashkiak. Pra, i ke meratuar ato madje edhe pa diskutim, madje edhe duke i fikur mikrofonin këshilltarëve të tjerë. Pra, këtu them që këshilltarët e Partisë Socialiste duhet mbajnë një farë përgjegjësie për këtë kryetar të cilin ata e shkarkuan. Pra, ata duhet shkarkonin kryetarin Erion Veliaj dhe më pas të thoshin të shpërbohet ky këshill sepse dhe ne nuk e kemi bërë detyrën tonë siç duhet. Flas edhe për këta këshilltarë që kanë lejuar të çojnë përpara korrupsion në Bashkinë e Tiranës. Të të bëj një pyetje tjetër, sepse ti sheh nga afër, i ke parë për mbi një vit e gjysmë, 2 vjet sa i bie, që është konstituar ky këshill bashkiak. I ke parë këshilltarët e Partisë Socialiste, i ke parë sa fanatik kanë qenë në mbrojtje të çdo vendimi të Erion Veliajt, të çdo palishmërie të Erion Veliajt. Dhe kësa radhe, si pa ndodhur gjë fare, pothuajse të gjithë prej tyre, ndoshta hiq 1-2 raste, kanë votuar për shkarkimin e tij dhe i kanë larë duar komplet nga e shkuar atyre, nga Benjamini i tyre, a thua se u bën të tjerë njerëz, dhe pa mbajt minimumin e përgjegjësisë, po pa u thënë qytetarëve shqiptar na falni ose ju propozuam një hajdut për kryetar bashkie. Nuk e di si e ke parë ti aty nga pranë, si ke parë këshilltarë socialist, ai ka brerë ndërgjegja, a kanë pasur një lloj kontradikte me veten, apo janë thjesht të qetë kështu si? Në fakt ka qenë tabu. Diskutimi i kryetarit të Bashkisë Tiranës, Erion Veliaj, tani ish kryetari, ka qenë çështje tabu. Domethënë se flitej për këtë gjë, fillonte një rrëmujë e madhe, një acarimi menjëhershëm, që për momentin që nisin akuzat zyrtare. Patjetër që edhe përpara se nisin akuzat zyrtare, ka pasur problematika Bashkia e Tiranës, ka pasur raste korrupsioni. Ne kemi parë vetë domethënë problematika që ka pasur në tenderime, ku nuk gjej informacione, se unë vetë jam angazhuar duke kërkuar për informacion për sa i përket tenderimit dhe rikonstruksionit të shkollave publike që Bashkia e Tiranës ka bërë. Dhe ti kishe një kryetar bashkie që do të mbante përgjegjësi çfarë po ndodh me këto PPP, se po i ndërton me PPP, çfarë po ndodh me inceneratorin, që ishte bërë një skandal kaq i madh, që ishin harxhu para dhe nuk kishim diçka në të ndërtuar. Pra, më para ishte vjedhur që bëhej gjysma e punës, kurse tani mungonte tërësisht puna pa u kryer. Por që kur nisën akuzat zyrtare ndaj Erion Veliaj, ka qenë ne do flasim pasi të shprehen institucionet për këtë gjë, thoshin këshilltarët e Partisë Socialiste. Në fakt, pas mbledhjes e pyeta një prej këshilltarëve të Partisë Socialiste, sepse ne shkuam, unë si përfaqësuese e Lëvizjes Bashk, me 3 kërkesa. E para kishte të bënte me shkarkimin e Erion Veliajt, e kishim kërkuar, i qëndrojmë asaj që ne kemi thënë vetë. E dyta me shpërbërjen e Këshillit Bashkiak dhe e treta me kërkesën e Këshillit për dhënien e dorëheqjes së kryeministrit Edi Rama, sepse ka qenë mbrojtësi i këtij kryetari bashkie të korruptuar. Ka qenë ai që i ka pastruar imazhin, ai që i ka dalë garant, dhe mbigjitha është ai që ka marrë dhe ka dhënë kompetenca për sa i përket Bashkisë Tiranës, duke pasur Erion Veliaj në krye. Kështu duhet mbante përgjegjësi po ashtu. Dhe pas mbledhjes, duke qenë se u habita që asnjë nga këshilltarët, u drejtova atyre që ishin më të rinj në mbledhje, atyre që janë më të rinj se ndoshta ata nuk kanë përlyer duart. Zdoja që ta merrja kështu sepse më dhëm të mendoj se bashkëpunëtar të mi mund të jenë të përlyer në çështje korruptive. Dhe u drejtova edhe atyre, thash ta filloj më të rinj e këtij këshilli që thonë të shpërbohet, ta mbështesin këtë ide. Gjithsesi, në fund përfundova duke folur nga më të vjetrit, dhe i thash që a do mbash përgjegjësi, domethënë që ke pasur kryetar bashkie tillë. Po e vëzëm, si thoni ju, është thjesht i akuzuar tani. Dhe thash, unë do flas, pasi të flasi institucioni sërish, pra nëse ai do të gjykojë, dhe unë i thash, a do ta lësh politikën. Pra, e zëm se Erion Veliaj, unë besoj se do të jetë fajtor, uroj që të jetë për gjithçka që ka bërë, dhe duhet ketë një hetim të plot, nuk mendoj se po ndodh një hetim të plot, janë disa çështje, ndoshta është edhe çështje institucionale, por uroj që ai të marrë dënimin e merituar, por çfarë do ndodh me këta politikanë, të gjithë këta politikanë që e kishin një mundësi për të tërhequr pas në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, çfarë do ndodh me gjithë këta njerëz të cilët kanë bërë
fushat kanë sjellën krye një kryetar tërësisht të korruptuar që do jetë dhe nga gjykata me vendim gjykate i korruptuar. Çfarë do ndodh me kryeministrin e vendit Edi Ramën? A do të mbajnë përgjegjësi se këta nuk e kanë mbajtur për zyrtar të tjerë. Kështu që mendoj se është thjesht fjalë e tyre e zakonshme për të ikur momentit. Ta them çfarë do ndodh. Do të bëj një analogji. Një filozofe politike e shekullit 20 e quajtur Hannah Arendt ka shkruar një libër që është sa gazetaresk aq edhe filozofik. Edhe libri quhet Eichmanni në Jeruzalem. Hannah Arendt asaj kohe ka ndjekur gjyqin ndaj një hierarku të lartë nazist, një prej projektuesve të Holokaustit, mbase përgjegjësi kryesor për zhdukjen e miliona njerëzve në kampet naziste të shfarrosjes. Adolf Eichmann, një oficer i lartë i SS-ve, mbas luftës ishte arratisur në Argjentinë, edhe në Argjentinë e kishte arrestuar fshehtas, Mossadi, shërbimi sekret izraelit, e kishte kthyer në Izrael, edhe në Jeruzalem i bën gjyqin Adolf Eichmannit. Hannah Arendi shkon si gazetare mos gabojë New York Timesit për të ndjekur gjyqin. Dhe ndjek të gjitha seancat e gjyqit. Dhe habitet me diçka, sepse thot, unë prisja të shija mbrapa hekurave një përbindësh. Sepse imagjino, njeriu që është përgjegjësi kryesor ose një ndër përgjegjësit kryesor për zhdukjen e 6 miliona më shumë, jo vetëm hebrejve, po edhe minorancave të tjera gjatë luftës dytë botërore. Dhe unë tha, ndile përpara një njeri që më dukej si një nëpunës i thjesht poste. Pra një njeri gati banal, domethënë gati aq i thjesht aty nuk ta rrokte mendja që ky njeri do ishte përgjegjës për një krim kaq të madh, edhe unik në historinë e njerëzimit. Edhe reflekton Hannah Arendi më vonë. Dhe thot, në fakt thot, e keqja më e madhe, e keqja absolute, nuk është e keqja për bindshave. Sepse për bindshi ka diçka, ka një lloj lirie të vullnetit. Pra është njeri i cili, si thua, e mendon atë para se ta bëj të keqen. E mendon dhe thot do ta bëj. Dhe duke bërë këtë gjë mba dhe përgjegjësi mbi vete. E keqja më e madhe, thot Hannah Arendi, është ajo që bëhet nga njerëz që nuk mendojnë fare, që thjesht zbatojnë urdhrin. Pra nuk përfshihen as emocionalisht në atë që bëhet. Pra nuk është se i shtrojnë njërë vetes pyetjen, po ta bëja mos e bëj unë këtë gjë. Po janë thjesht në punës të cilët e kanë fikur automatin e mendjes, e kanë fikur automatin e ndërgjegjes dhe vetëm zbatojnë urdhrat. Dhe Adolf Eichmann këtë përshtypje i la Hannah Arendit, që unë thjesht zbatojo urdhrat. Pra i njëjti njeri që çonte drejt vdekjes miliona njerëz sepse e kishin urdhëruar, po i njëjti njeri po të kishte dhënë urdhrin tjetër, shpëtoi miliona vet, një lloj do të kishte shpëtuar. Ky është banaliteti i skeqe, thot Hannah Arendt. Dhe unë tani për analogji, sigurisht, distanca shumë e madhe, edhe krimi sigurisht nuk ka të krahasuar, por mendësia është e njëjtë. Do t'i referohesh jo vetëm këshilltarëve të Partisë Socialiste, po edhe deputetëve të Partisë Socialiste, dhe fundja të gjithë atyre që bashkëpunojnë ose janë hallkat e poshtme të pushtetit të Edi Ramës. Shpesh herë këta mund të bëjnë, po themi, krimet më të mëdha, vjedhjet më të mëdha, mund të lehtësojnë dëme të jashtëzakonshme ndaj qytetarëve të Tiranës, edhe në një farë kuptimi ta kenë ndërgjegjen e qetë se të thonë zbatova urdhrin. Pra i njëjti njeri që të hidhte duart në fyt për të mbrojtur Erion Veliajt, pas 2 muaj si s'ka ndodhur asgjë, ngre dorën, shkarkohet Erion Veliaj. Pas nesër, nëse Erion Veliaj do bëj më shumë rezistencë, këta që e kanë mbrojtur, këta do hidhen në fyt, do i thonë o maskara, o hajdut, o kriminal, do dukemi ne të moderuar krahasuar me këshilltarët socialist që mund t'i sulen Erion Veliajt, në rast se po them edhe një herë, Erion Veliaj bën rezistencë më të madhe nga burgu. Do ishte mirë që Erion Veliajt mos bënte rezistencë për shkarkimin e tij dhe kishte dhënë vetë dorëheqjen. Nëse beson që është i pafajshëm, unë nuk e besoj këtë gjë. Ai është thjesht duke bërë negociata politike për të mbrojtur veten, nuk besoj se është i pafajshëm, por do t'i hapte rrugë drejtësisë. Për sa i përket këshilltarëve, edhe përfaqësimit tyre, kur je përfaqësues politik, ke detyrimin në çdo rrethant të mbrosh interesin e qytetarëve. Kur jemi betuar në Këshillin Bashkiak, jam ndier një moment e çuditur kur unë vendosa dorën në zemër dhe po bëja betimin, se tash po e bëj betimin bashkë me njerëz të cilët unë jo vetëm që nuk i besoj, por që për shumë prej tyre di që janë të korruptuar. Dhe në fakt ka shumë prej këshilltarëve që unë kam mësuar akoma emrin. Dhe nuk është për fajin tim, sepse unë i kam lexuar emrat, unë mund t'i fiksoj të gjithë emrat e këshilltarëve. Kam parë se kush janë, por aman nuk i kam fiksuar emrat edhe fytyrat e tyre, sepse nuk kanë folur kurrë në Këshillin Bashkiak. Thjesht kanë ardhur aty për të ngritur kartonin. Çuditërisht,
në mbledhjen e fundit ishin shumë këshilltarë që mungojnë zakonisht. Nuk e di a bëhet korumi, sepse ndonjëherë nuk arrim dot që të verifikojmë nëse është bërë korumi për të pasur mbledhje. Di që ka probleme me komisionet, nuk bëhet korumi, që do thotë shumicën e ka Partia Socialiste, që do thotë këshilltarë socialistë nuk shkojnë në mbledhjet e komisioneve. Kjo është situata. Pati një mbledhje e cila filloi në kohë, zakonisht në prestim të filloj mbledhja, se u mundon gjithmonë të jem në kohë të shkoj përpara se të shkoj ora zyrtare për fillimin e seancës, ashtu si duhet të jetë normalisht. Për një këshilltar filloi në kohë, patë mundësi secilit shpreh, pati edhe nga ata këshilltarë që folën aty që Tirana është e jashtëzakonshme, ndërkohë që këshilltarë kishin ardhur me vonesë në mbledhjet e Këshillit, jam e sigurt nga trafiku, se nuk besoj se një këshilltar që do fliste në atë mbledhje, që kishte planifikuar flisë në atë mbledhje, do vonohej prej ndonjë arsye tjetër, përveç se trafiku Tiranës është dhe orari i kulmit. Dhe dim se ka probleme, thotë që Tirana është bërë më e mirë, ndërkohë që ne po na merret fryma jam e sigurt që edhe aty këshilltari po ashtu, që janë thjesht fjalë tyre, që nuk mund mbulojnë atë që po ndodh në Tiranë. Një pyetje tjetër. Dhe këtë pyetje do ta bëj jo vetëm si këshilltare bashkiake, por edhe si aktiviste lëvizjes bashkë, ne kemi një histori të gjatë konfliktit, protestave kundër Erion Veliajt. Domethënë, mbaj mend që madje që më herët se 2016 kur vra adoleshenti Ardit Gjoklaj në Sharr që punonte aty në pastrimin e mbetjeve. Edhe më herët kemi protestuar kundër Erion Veliajt. Nuk e di, për mendimin tënd, cila është tragjedia e Erion Veliajt? Çfarë ka lënë pas Erion Veliaj? Sikur gjëra të këqija në historinë e tij si kryetari i Bashkisë Tiranës ose fundi edhe si politikan. Do të nisem në fakt me diçka që nuk është shumë e diskutuar, por që mua më shqetëson realisht. Është humbja kompetencave të kryetarit të bashkisë. Ka pasur zvogëlim kompetencave në këmbështrimin tim për shembull për sa i përket ndërtimeve. Sot që flasim, një kryetari i bashkisë Tiranës mund të jap leje ndërtimi deri në 5 kate. Por imagjinoni një moment kur ti ke konflikt dhe mund të ndodhi totalisht që të ketë një kryetar bashkie i cili nuk është i partisë e cila ka qeverinë, se kryeministri është në krye të Këshillit Kombëtar të Territorit, kështu që si do veprohet? Pra, do lejohet që ai që është kryetari i këtij institucioni të vendosë për qytetin që drejtohet nga një kryetar bashkie që e ka zgjedhur qytetarit që i përket një force tjetër, pra i ka humbur kompetenca për vendosur për territorin, që është humbje kjo. Nga ana tjetër kemi një agjenci e cila merr zhvillimin e pronave publike. Dhe unë e kam parë që dhe kam kundërshtuar, sepse do të që ai që është pronari, le të themi ligjor i Tiranës është Këshilli Bashkiak i Tiranës. Dhe çdo veprimtari në këtë bashki vendoset pak a shumë aty, sigurisht vijnë propozime nga drejtuesit e institucionit, nga kryetari i bashkisë, ka disa gjëra që po administrative janë aty, por është si parlamenti, pra vendoset një herë çfarë Këshilli Bashkiak shef për qytetin, pastaj ekzekutohen nga bashkia dhe kryetari i bashkisë. Ne kemi agjenci të cilës po jepen prona publike për zhvillimin e tyre. Ku keni pasur parije të zim, unë e kam kuptuar këtë fjalën, është fjalë e Partisë Socialiste, si e qeverisë edhe po ashtu edhe e Bashkisë Tiranës, ku kemi parë këtë fjalë do thotë që abuzim. Dhe si e bëjnë këto? Japin kësaj agjencie prona publike dhe i thonë vendos ti tani se si do bëhet projekti gjitha me radhë. Ndërkohë që në procedurat e mëparshme do të ishte që do të vinin këto, do të vinin tek Këshilli Bashkiak. Dhe ne patjetër që jemi për si thua zhvillimin e kësaj zonës, por si do të zhvillohet kjo zona? Do të kishte një debat në Këshillin Bashkiak se do të zhvillohej, do kishte qytetarë aty komiteti që do shprehin mendimin. Tani kemi agjenci që i bën dhe për të hequr funksione institucionit për vendosur në fakt. Thotë po, jeni dakord, po nuk mund të thuash që nuk je dakord për zhvillimin. Aman ti e di se çfarë do të bëhet me atë zhvillim dhe ti prandaj shprehesh kundër. Jo se nuk e do zhvillimin, nuk e do përmirësimin e infrastrukturës, por nuk e do atë lloj, sepse ne kemi humbur dhe kemi shumë vështirë të rikuperojmë pas prona publike, të cilat janë tetërsuar si stadiumi Qemal Stafa. E kemi shumë vështirë ta rikuperojmë atë që ka pasur edhe mënyrën se si mund të ishte ndërtuar në një version tjetër. Sa diskutimet janë, ne nuk kemi para për të bërë ndërtime ose për të bërë investime në Bashkinë e Tiranës. Është e vërtet. Bashkia e Tiranës ka para. Madje nuk i shpenzon dot të gjitha paratë që ka për ta bërë, sepse ka humbur sot, ka humbur dhe shumë pjesë të territorit vet. Ka humbur sipërfaqe. Do ndërtoj shkolla. Është shkolla çerdhe, është shumë e turpshme, si unë nuk e di si dalin
këshilltarët e Partisë Socialiste apo edhe kryetari më parë si dilte kur e kapnin qytetari thoshore nuk kemi shkollë, nuk ka vende në Shkopshte, nuk ka vende në Çerdhe, nuk ka vende në për shkollë për fëmijët tanë. Si përgjigjen? Se mua më vjen turp kur më thot dikush për këtë gjë. Them si ka mundësi që njerëzimi ku nuk ka shkuar, ku nuk po zhvillon vete, ne akoma na mungon infrastruktura më bazike, sepse ka humbur territor. Pra, Bashkia e Tiranës e ka tjetërsuar, e ka privatizuar. Te bulevardi i ri jep territor dhe merr aty për shembull disa zyra. Po ato zyra nuk na bëjnë dot për shkollë, sepse shkolla ka kushte të caktuara, ka një ndërtesë, ka standardet e veta për ndërtimin e shkollës. S'mund të jetë kati 3 dhe i 4 të një ndërtesë 20 kaç. Madje një nga gjërat që ka qenë për mua më ka munduar për sa i përket vendimarrjes që duhet merrja, sepse ishte do merret hapësira për ndërtuar për të pasur çerdhe. Edhe do merresh këto ambient, do merresh me qira jashtëzakonisht të shtrenjtë. Ndërkohë që azona aty nuk ishte çerdhe. Tani o do paguajnë prindërit drejt për drejt nga xhepi i tyre ose do paguante bashkia nga fondet e bashkisë, po është shumë e shtrenjtë. Është shumë e shtrenjtë. Ndërkohë që ne mund të kishim ndërtuar me ato para. Por ti ke nevojë në mungesë ti je shef që ata nuk po çojnë dot përpara as tjerë. Çmenduri, domethënë që nuk ka shkollë. Madje ku shkojnë votojnë qytetarët e Astirë shkojnë votojnë në Kapanone. Po, vërtet. Edhe shumë vapa aty për të votuar. Shkojnë votojnë që të legjitimojnë disa njerëz që në fund ditës as një vend normal votimi nuk e kanë. E vërtetë. Shko, mua më shqetëson fakti, ne gjithëve na shqetëson fakti që Erion Velia ende nuk po jep llogari për dëmet më të mëdha që i ka bërë qytetit Tiranës. Erion Velia po akuzohet për korrupsion, për gjëra që i ka bërë, për vjedhje të qytetarëve të Tiranës. E mos harro, ende nuk ka një akuzë për të për çështjen e 5D-ve. Pra se si drejtorët e tij më të ngushtë vjedhin qytetarët e Tiranës. Madje ka pas një dëshmi në dokumentet që dolën atëherë nga përgjimet, ku dyshoi se Erion Velia ishte pronar i një pallati të madh në Durrës, në Bregdet. Tjetër, nuk po hetohet ende për inceneratorin e Tiranës. Janë harxuar miliona euro për diçka që nuk ekziston, që është në ajër. Janë tamam si ato barsaletat që tregohen për vendet shumë të korruptuara, që thohet që ndërtojnë urë aty ku s'ka lum. Pra ura është imagjinare, nuk është as reale. Po ashtu nuk po hetohet për lejet e panumërta të ndërtimit që janë dhënë në Tiranë, kur ai ka pas kompetenca më të gjera nga çka pasur së fundmi. Pra asnjë nga këto, Erion Velia ende nuk po hetohet. Për të mos folur pasaj për dëmet e tjera, për dhunën e shfrenuar, shproporcionale që ka ushtruar ndaj banorëve që kanë pas probleme me shpronësimet në Astirë, te 5 Maj, me shitësit ambulantë për rrugët e Tiranës, shteti në shtetin kuptimin e Bashkisë Tiranës, fytyra e Bashkisë Tiranës për njerëzit më të brisht, më nevojë ka qenë dhuna, ka qenë arroganca, ka qenë dhuna, ka qenë kapja për leckash, ka qenë sekuestrimi i perimeve që ata shistin në rrugë. Secili nga ne ka parë skena të tilla, është indinjuar. Mi po kjo bashki kaq e dhunshme, ky kryetar bashkie kaq i dhunshëm me qytetarin e thjesht, ka qenë një servil ndaj oligarkëve, ka dhënë leje ndërtimi, ka vjedhur bashkë me ta dhe ende nuk po hetohet për 99% të kusureve që kanë ndaj qytetarëve të Tiranës. Në fakt qytetarët e Tiranës e dinë se çfarë ka ndodhur me ta, se kemi parë me sytë tanë, kemi parë se si te parku është ndërtuar pallati, kemi protestuar në përmbrojtjen. Ma protestat e hershme ka qenë për mbrojtjen e parkut të Liçenit, se më kujtua pas mbledhjes së Këshillit që kur ka qenë fakti që te Liçeni Pranver 2016 mos gaboj, Fiks nuk e mbaj. Pranver, po shkurt mars 2016, po. Po edhe kemi protestuar fal atyre protestave tek ajo pjesë e parkut që sot ka një është e çuditshme bar sintetik, ndërkohë që mund të ishte natyror, aty mund të kishte ndërtime. Po. Kemi protestuar, ka pas projekt për restorant aty, të madh. Kemi qëndruar shumë gjatë aty, jemi përballë me polici, me batonierë që vinin, me rrethime gjithçka. Ne kemi parë këtë gjë, pra, ka ndodhur para syve tanë, kemi parë se si janë prishur shtëpitë e banorëve. Me idenë e një investimi të madh për qytetarë, po në fakt ne e dim që përreth atyre mund të kalojë një rrugë, po përreth aty do ndërtohen godina të mëdha, pallate dhe komplekse, të cilat është shumë e lehtë bashkia t'i marrë për idenë e këtë investimi të madh publik dhe më pas t'ua japi investitorëve akoma më lirë, se ndryshe do të ishte
si thua çmimi, nëse do shkonin të negocionin vet banorët. Bashkia e Tiranës se ka humbur se për mua përveç faktit që ka humbur kompetenca, ka humbur edhe demokracinë, pra nuk ka pasur një vendimarrje bazuar te qytetarët. Si nuk mund dëgjohet të shkosh ti prishë shtëpinë një banori. Edhe kush do shkosh ti prishë shtëpinë, si nuk merr pak kohë për të dëgjuar këta banorë, sido që të jenë aty. Janë banorë të këtij qytetit. Kontribuojnë dhe siguroj që janë dhe pagues të taksave, se ka ndodhur raste pra që kanë qenë pagues të rregullt të dritave, të taksave ndaj institucionit dhe më pas dalin që nuk janë si thua, nuk janë pronar të kësaj shtëpie. Pavarësisht shteti deri tani ka qenë pronar dhe u ka marr parat, kështu që ka humbur demokracinë. Edhe me Këshillin Bashkiak kur nuk lejohej diskutime edhe aty shprehje shkurt, ishte mbledhur, gjithçka nuk kalonte asnjë temë përpara dhe nga tjetër po ashtu edhe duke dëgjuar mba mend po. Tani e kujtoj, kemi arritur ne që dukur edhe çuditshme asaj kohe. Erjo Velia donte të hiqte abonenë e përgjithshme, nëse e mban mend. Po, për disa muaj, po. Po, jo, e hoqi për disa muaj, ai artikuloi që do hiq për disa muaj për të parë, për ta matur dhe pastaj do rikthej sërish, po ideja e tij që ta hiqte abonen për të shërbyer këtyre pra, të fortëve, oligarkëve, transportit. Dhe ne kemi bërë peticion, kemi bërë dhe protestë dhe kemi arritur domethënë që ta rikthejmë abonenen e përgjithshme. Dhe tani më kujtoj se po thosha ka qenë ka qenë më herët që në kohën kur ne ishim organizata politike kjo, ka qenë më herët para se të themelonin lëvizjen bashkë. Ka qenë më herët, po them që zëri qytetare nuk është dëgjuar nga një kryebashkiak. Fundja është qyteti i tyre, nuk është prona jote që ti thua që do vendoset kështu dhe unë nuk dëgjoj edhe nuk marr mendimin e askujt. Kështu që këto ka ndodhur, unë uroj shumë dhe një nga njerëzit që mund ndihmoj për drejtsinë në fakt çuditërisht është vetë Erjo Veliaj, duke folur. Sepse do të ngjonim nga Erjo Veliaj. Unë s'kam për shembull diskutimi a duhet ishte Erjo Veliaj në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Për mua nuk është fare diskutim. Unë nuk kam çfarë dëgjoj Erjo Veliaj. Unë e kam shumë të qartë që Erjo Veliaj duhet jetë bedorheqën, duhet shkarkuar. E kam shumë të qartë, nuk ndryshon mendim, se prandaj flet dikush, ndryshojnë mendimet. Prandaj ne flasim aty që ndryshojnë mendimet këshilltarëve të tjerë që të votojnë në mënyrë të caktuar apo çojnë përpara një çështje për interes. Kështu që Erjo Veliaj është një nga personat që mund të ndihmojë drejtsinë, duke nxjerrë të gjitha aferrat që ka bërë të gjithë personat të cilët e kanë ndihmuar, se e sigurt që Erjo Veliaj nuk ka vjedh vetëm për vete, skema 5D e tregon këtë gjë, po ashtu ka vjedh edhe për të mbajtur Partinë Socialiste në pushtet. Si vjen Partia Socialiste në pushtet? Ne kemi bërë edhe në këtë podcast janë bërë shumë analizë dhe diskutime, po një nga mënyrat është kjo pra, duke marrë parat të atyre njerëzve, oligarkëve, biznesmenëve fuqishëm, të fortëve, duke marrë parat e tyre dhe për të pasur mundësinë për të blerë vota apo për të bërë fushat elektorale të çmendur, që të kenë mundësinë të riprodhojnë vendet e tyre sërish në pushtet. Një nga arsye pse janë akoma pushtet. Bashkë me Erjon Veliajin si kryetar bashkie, ka rënë këto ditë edhe një model i korruptuar i të hyrit në politikë dhe i të bërit politikë. Unë e mbaj mend se kam qenë student asaj kohe, në fillim viteve 2000, ndoshta nga viti 2003-2004, kur është themeluar organizata Mjaft. Edhe doli papritmas një ditë pa e ditur askush, një person që u quaj, e morën vesh pastaj quaj Erjon Veliaj, me 4-5 të tjerë me bluza, 4-5 vet me 20 kamera përpara, edhe me 20 ambasada nga mbrapa që i mbështesin. Edhe gjithë e u bënte habiore si ka mundësi se Tirana asaj kohe kishte protestat vogla edhe të organizatave kështu jo politike, gjithandej. Ama duke që ishte një, po themi, eksperiment politik i mbështetur nga faktorë shumë të fuqishëm. Qysh në fillim Erjon Veliaj ka refuzuar të kritikoj Edi Ramën në asaj kohe kryetar bashkie. Sulmonte po Fatostanën, i binte në herë dhe Sali Berishës që ishte në opozit, po sa herë e pyesnin për Edi Ramën, thoshte Edi Rama është model suksesi. Tamam versioni i pseudo politikës së re, që nuk është gjë tjetër vetë se një brinjë e re e një trupit vjetër dhe të kalbur dhe të korruptuar politik, siç ishte ai Edi Ramës. Aso kohë Erjon Veliaj ka dalë me disa fytyra që më pas u bë deputet, ministra, kryetar kuvendi të Partisë Socialiste. Njëri më i korruptuar se tjetri e njëri nganjëherë më të veçel se tjetri. Mazniku, Spiro Pali, të tjerë që kanë qenë në ato organizata dhe kanë avancuar dhe kanë bërë karrierë
në Partinë Socialiste edhe kanë qenë nga dëmsjellësit më të mëdhenj, edhe nga personazhet më të korruptuar dhe më të pacip. Aq sa për shumë kohë kanë komprometuar dhe idenë e politikës vërtet të re, e të rinjve në politik, sepse kushdo që guxonte, dhe ne për një farë kohë kemi pas si barr këtë që ne vepronim me ndershmëri, ne vepronim me seriozitet politikisht dhe dashakeqët ose skeptikët thoshin po prit se ne u dogjim një herë nga Erion Veliaj dhe nga shokët e tij. Kështu që shumë mirë që ky model i të bërit politik, të paktën në kokën e vet, në mishërimin e vet më të plot, ka marrë fund. Gjithsesi ti the një gjë drejt që Erion Veliaj mund të bëjë një gjë të mirë në jetën e vet, që është të kthehet në bashkëpunëtor të drejtësisë. Tani unë dua të shoh drejt për drejt kamerën dhe t'ju çoj një mesazh. Nuk e di nëse ky mesazh do të shkojë apo jo Erion Veliaj drejt për drejt apo dikush mund t'ia çojë atë, ama un kam një kërkesë për ta. Erion Veliaj, bëj të paktën një gjë të mirë në jetën tënde. Ke bërë shumë dëm, ke bërë shumë krime, ke vjedhur pafundësisht. Jo, po ke dorë tani nga burgu të bësh një gjë të mirë, që sigurisht nuk do shlyej gjithë krimet që ke bërë, por të paktën do të ndihmoj në diçka. Ktheu në bashkëpunëtor të drejtësisë. Trego gjithçka që di. Trego bashkëpunëtorët e tu horizontal në oligarkinë ekonomike. Trego për aferat ku është i përfshirë edhe Edi Rama vet. Ne të gjithë e dim që ti s'ke vjedhur vetëm. Ti s'ke vjedhur vetëm për veten. Ti s'ke vjedhur vetëm për familjen tënde. Ti s'ke vjedhur vetëm për shokët e tu. Ti ke vjedhur bashkë me Edi Ramën edhe me Edi Ramën. Pra tani, nga qelia, ti ke shansin për të bërë një gjë të mirë në jetën tënde, të kthehesh në bashkëpunëtor të drejtësisë. Nëse ti ke frikë ta bësh këtë gjë, se mos ndodh diçka familjes tënde, unë të siguroj që nëse ti e merr këtë hap, askush nuk do të mund të të prek as ty as familjen tënde, sepse gjithë Shqipëria do të ngrihen në këmbë, jo për të të mbrojtur ty, por për të mbrojtur drejtësinë, për të mbrojtur sigurinë e gjithkujt që do të kthehet në bashkëpunëtor të drejtësisë. Nëse ti e bën këtë, Shqipëria do ngrihet në këmbë dhe Edi Rama nuk mund të qëndrojë as më shumë se 2 ditë në pushtet, sepse ti do të jesh dëshmitari, bashkëfajtori, ai që tregon gjithçka që di. Tani unë sigurisht, unë nuk e di nëse ti do kesh inatin, guximin, se për karakter e di që nuk ke, për ta bërë këtë gjë, mi po shpresoj, se nga njëherë e di që për të hequr qafet këshint, duhet inati ca të këshinjve të tjerë, e kjo kontradikt midis këshinjve të hap rrugën që e mira të triumfoj në shoqërinë tonë. Na mbetet shpresoj më Mirela se nuk e dim a do ndodh kjo gjë, sigurisht Erion Veliaj ka për të humbur edhe pasurinë, jo vetëm lirinë. Ajo çfarë i kanë sekuestruar deri tani me gjasër shumë pak nga çka vjedhur, por nuk i dihet asnjëherë. Fundja të penduarit e drejtësisë edhe në organizata mafioze zakonisht janë mafiozus, ata pendohen. Ata që deri ditën para se të pendohesh kanë qenë kasap të organizatave mafioze. Gjithsesi, unë do të pyes diçka tjetër për veprimtarinë tënde dhe televizies bashk në Këshillin Bashkiak Tiranës dhe për çështjet që kanë të bëjnë me qytetarët e Tiranës në 2 vitet e gjysmë që ne kemi qenë këshill dhe kemi pas edhe një prani institucionale për dhe prani në rrugë pranë qytetarëve. Që prej fillimit e kemi thënë që në këtë rrugë do të jemi bashkë me qytetarët dhe iniciativa patjetër që vinte nga ne. Pas mbarimit të zgjedhjeve, ne kemi qenë në terren për rreth 2 muaj me jepi zë problemit. Ka qenë një fushat ku ne mblidhim problematikat e qytetarëve të Tiranës për të parë të cilat çështje do të shkonte përpara. Ne kemi nga të gjitha problemet kemi bërë një analizë dhe kemi shkuar me çështjen e ndotjes të ajrit, duke qenë se dëmet që shkaktonte qytetarëve Tiranës e mbi gjitha dhe kategorive të cilat janë fëmijët, të moshuarit, janë akoma edhe më të prekur, dhe duke qenë se përfshin edhe shumë institucione, është problem serioz dhe kompleks. Ne vendosëm të shkonim përpara me këtë çështje. Dhe unë do e vlerësoja këtë fushat, jo për faktin se e ka bërë lëvizja bashkë, po për faktin sepse ka mbledhur ekspertizë. Ne kemi mbledhur ekspertizë për t'i dhënë një zgjidhje këtij problemi. Pra, kemi thënë që ka zgjidhje ky problem, se duket sikur është e pazgjidhshme. Ka ndotje ajri dhe ne nuk kemi çfarë i bëjmë kësaj ndotjes ajrit. Por ja që ka zgjidhje, për shembull, ndërtimi i korridoreve ekologjik. Tirana nuk ka ventilim fare, që e ka në dorë Bashkia e Tiranës. Ti duke qenë se po ndërton në një mënyrë të tillë, ti po ja mbyll çdo lloj dritare ajrosi i qytetit. Nga ana tjetër korridorët që ka qenë bulevardi më përpara. Tani është bllokuar nga 2 anët dhe nuk është se merr ajër qyteti. Po ashtu ka të bëjë me flotën, që lidhet edhe me flota e urbanëve për transportin publik, që lidhet me Bashkinë e Tiranës.
Unë kur hipi në urban i shoh edhe dallohet qartë, domethënë që përveç se janë shumë të vjetër, edhe dallohet nga zhurma që bëjnë këto urban, po dallohet po ashtu duhet keni dikush tregojnë edhe vitet e tyre të prodhimit ose kanë ndonjë reklam nga vendet nga cilat janë marrë. Pra janë urban të hequr nga një shtet tjetër, të cilët padyshim që do e mbrojnë qytetarin e vet, i heqin këto edhe i sjellin në Shqipëri, i marrin këto kompanitë që për mendimin tim janë të kompani abuzive, dhe kemi kundërshtuar po ashtu edhe çështjen e dhënies të 100 lekësh rimbursim se është rritur bileta e transportit publik gjatë këtyre 2 viteve flas, është rritur bileta sepse 100 lekësh nuk e paguan drejt për drejt ne nga xhepi jon ku shkojmë te urbani, po e paguan Bashkia e Tiranës. E paguajmë nga taksat tona. Praktikisht nga kushton 50 lekë. Si biletë paguajmë si taksë. Nuk kushton më 400 sa më parë. Edhe shohin që janë flota është e vjetëruar. Ato që emetojnë ato në ajër, domethënë përsëri vijnë tek mushkrit tona. Kemi kërkuar ndalimin e ndërtimeve. Se vërtet domethënë ka humbur si kompetencë gjatë çdo vite më shumë kryetari i Bashkisë Tiranës për katet që jep leje, po e ka bërë këtë gjë pa një kundërshtim. Domethënë pa një kundërshtim e ka lejuar që të ndodhë, që thotë që këtu ka bashkëpunim qartë. Kështu që është e mundur, që edhe po nëse do të kishte si kompetencë, është e mundur që ta ngrinte shqetësim e thoshte që në këtë qytet duhet ndalohen ndërtimet. Prit një herë çfarë mund të ndodhë me qytetin për gjitha dëmet e tjera që na shkaktojnë që ta marrin hapësirat publike, që na tjetërsojnë hapësirat publike e kështu me radhë, por që na shkaktojnë edhe dëme në ajër, sepse gjithë betoniere, grimcat që edhe intensiteti i lartë i ndërtimeve ndosin ajrin. Kështu kemi kërkuar ndalimin e ndërtimeve brenda unazës së madhe të Tiranës për një periudhë kohore derisa të kuptohet edhe pastaj të shohim se si do mundet që të ndërtohet në Tiranë. Edhe pas shumë çështje tjera që i takojnë edhe institucioneve tjera si Ministrisë së Mjedisit apo peticioni kemi mbledh 10.000 firma, 11.000 firma. 11.000 për të marrë masa për përmirësimin e cilësisë së ajrit në Tiranë. Po. Kemi drejtuar Këshillit Ministrave dhe Bashkisë Tiranës. Po. Dhe nga ana tjetër kemi qenë po ashtu aktiv për sa i përket mbrojtjes të këtyre hapësirave publike që po tjetërsoshin në Tiranë. Të kujtoj parkun mbas operës, i cili nga një park aty po ndërtohet një përbindje që është duke huetuar nga Spaku apo në kombinat që donin t'i merrnin banorëve një park të vogël, dhe aq i vogël nuk është, shumë i rëndësishëm për ata banorë për ndërtuar nga Emajda Bule, i cili në fakt ka qenë, nuk e di, ka më shok e Erion Veliaj, po ka qenë shok me Erion Veliaj dhe është pjesë e dosjes që po hetohet nga Spaku. Kështu që jemi përpjekur për të ngritur shqetësimin për tjetërsimin e këtyre hapësirave dhe kemi mbajtur protesta. Po ashtu, duke qenë se kemi pasur kryetar të korruptuar, ne kemi protestuar edhe me aksione. Madje unë jam përplasur disa herë me Veliajin për këtë çështje, çështjen e faktit që kemi një kryetar të korruptuar. Kemi mbajtur aksion para bashkisë dhe kemi mbajtur protesta me kërkesën për dorëhiqur te Erion Veliaj, kur i kërkonim që atëherë që ai t'i hapte rrugë drejtësisë bashkë me Edi Ramën, që edhe Edi Rama, sepse Edi Rama ishte ai që e mbante të sigurt Erion Veliaj nga institucionet e drejtësisë. Kështu kemi kërkuar edhe dorëheqjen e Edi Ramës asaj kohe. Detyra ime po ashtu në Këshillin Bashkiak ka qenë studimi i gjitha projekte akteve që vinin për të kam parë se si në fakt ka kaluar vendime në dëm të qytetarëve dhe kemi pasur një ngritjen e këtyre shqetësimeve, ngritjen e këtyre problematikave, ngritjen e faktit që këtu kishte të bënte me abuzime. Kujtoj këtu te bulevardi i ri që po tjetërsohet pronë publike për ortakun e Gaspajës, që është me titullin investitor strategjik, po është nga njerëzit i cili ka marrë po ashtu leje ndërtimi për të ndërtuar në Tiranë edhe në pjesë tjera, tani merret edhe pronë publike. Rasti i transportit publik që përmenda, çështjet e mbetjeve, Eko Tirana, ka qenë edhe është akoma shqetësim shumë i madh i qytetarëve Eko Tirana. Unë kam qenë duke bërë inspektime në terren, kam shkuar në shumë zona. Tirana është e pisët. Tirana është e pisët, pavarësisht ne paguajmë edhe më shumë tani për sa i përket pastërimit të qytetit. Dhe bizneset paguajnë edhe më shumë për të marrë edhe shërbime diferencuar, sepse edhe bizneset u leverdis fakti që dikush të vitu amari mbetjet që kanë që mos përfundojnë tek ai koshi i përbashkët ku mund krijohen akoma më shumë mbetje.
paguajnë edhe më shumë, por përsëri nuk e kemi të shërbime dhe konfliktojmë me njëri tjetri nga keq menaxhimi. Eko Tirana, fakti që edhe Bashkia e Tiranës ka përqindje më të madhe të aksioneve, në fakt nuk është shembull i mirë, është shembull i keq, se si në fakt ky që ka 49% që është një kompani italiane, fam keq edhe ajo, unë nuk e di se nuk kam arritur dot që të bëj hetime për këta që e kam, por është shembulli në fakt se si nëpërmjet faktit që është përqindje më të madhe të aksioneve e ka Bashkia e Tiranës, abuzohet akoma më shumë sepse nuk kërkohet llogarin në këtë rast, sepse për shumë mbledhjet dhe vendimarrja është më e thjeshtë. Nga të gjitha veprimtaritë tona që kanë qenë të shumta, po edhe puna që shumë e mirë që ti ke bërë në Këshillin Bashkiak, unë dua të veçoj, kemi bërë disa protesta ne në qershor të 2023-shit. Në maj ose në qershor 2023-shit, tek kulla që po vazhdon të ndërtohet pas teatrit, të operas dhe baletit. Një lulishte aty, një vend ku rrinin pleq fëmijë të rinj, gjysma tjerë zën, do zgjedhë edhe gjysma tjetër, edhe Lëvizja Bashkë të nesërme zgjedhjeve lokale thirri protestë kundër ndërtimit të asaj kulle. E kishim paralajmëruar. Kemi protestuar disa herë, fuqishëm, mirë po, interesant ka qenë aso kohë, fakti që të gjithë faktorët e tjerë politik kanë heshtur. Se që Edi Ramën dhe Erion Vilin e kishim kundërshtar, kjo s'donte mend, se fundja ishin ata që po jepnin leje dhe ata që po mundsonin priqen një parku. Mi pa kohë ka heshtur edhe Sali Berisha. Madje në media ka dalë që ai që kishte marrë lejen e ndërtimit ishte ortak me të birin e Sali Berishës në bizneset të tjera, apo i biri Sali Berishës jetonte më duket me qera në një prej apartamenteve luksoze të këtij ndërtuesi. Mi po ç'është edhe më paradoksalja. Dëgjoj edhe këta karagjozët e politikës re, si quhesh aso kohë, që kur i pyesin, po pse nuk ngrini zërin ju për këtë park? Thoshte ka ikur kohë e protestave, thoshte një prej këtyre karagjozëve. Ne duhet të ndryshojmë sistemin, thoshte, duhet të ndryshojmë, të fusim listat e hapura. Më kupton? Çfarë komprometimi politik, çfarë ignorancë politike nga të gjithë faktorët. Pra kur vjen puna të oligarkët, këta bëjnë njësh. Edi Rama është me oligarkët, Sali Berisha është me oligarkët, pseudo partitë e reja janë me oligarkët, dhe në vërtet krenari që ne para 2 vjetësh, para 10 vjetësh, sot mbas 10 vjetësh do vazhdojmë të kemi të njëjtat qëndrime parimore. Ai është rasti ku tregohet hapur qëndrimi i qartë dhe i diferencuar në fakti i Lëvizjes Bashkë, domethënë se jo vetëm fakti që ne mbajmë qëndrime, se kjo na dallon nga të gjitha edhe faktorët e tjerë politik. Ne nuk është se mbajmë vetëm qëndrime, ne veprojmë për ta mbrojtur ato që është në interes publik. Ne duam ta prekim me dorë një problem i cili ndodh në territor. Ndaj shkojmë ku ka probleme, shkojmë atje ku po ndodh problemi, sepse vim nga aktivizmi. Nuk vim, domethënë se një ditë vendosëm të ishim politikan, nuk e shohim as angazhimin politik në termat e karrierës, e shohim në termat e kontributit që duhet japi njëri i ndërgjegjshëm, qytetari i ndërgjegjshëm për vendin e vet, dhe e ka për detyrë çdo kush e kupton se ku është problemi, dhe çfarë probleme ka vendi dhe si mund ta ndryshojë. Kjo nuk bëhet individualisht, bëhet në mënyrë kolektive, pra, se askush nuk mund të jetë aq i fuqishëm vet individualisht për ta thyer gjithë këtë lloj sistemi. Dhe në fakt ata që thoshin që do merrem me sistemin, nuk e kuptojnë që sistemi ishte ishte ulur këm kryq aty do. Ishte ai ndërtimi pas operës, sepse aty tregonte sistemin, se sistemi aty tregon që të gjithë janë bashkë, pra. Kështu që ose ishin ose nuk e kanë haberin, ose ishin pjesë e sistemit ose nuk e kanë haberin. Unë mendoj se kudo ku shpenzohen para marramendse për fushata elektorale ka diçka pas. Ndiq param, thon ata që i hetojnë këto punë. Mirë, Leon, falenderoj shumë që na dhe mundësinë për të folur për çështjet e Tiranës, për Bashkisë Tiranës. Edhe shpresoj shumë që në mbledhjet e ardhshme të Këshillit Bashkiak kesh më shumë mundësi të shpalosësh idetë tua. Uroj që ata që e drejtojnë Këshillin Bashkiak Tiranës të kenë nxjerrë në një mësim nga palaçollëqet që kanë bërë më herët, edhe të kenë kuptuar se ka një minimum sensi të institucionit, që ty të respektosh tjetrin, fjalën e tjetrit, propozimet e tjetrit, edhe nëse nuk bie dakord me to. Po të japësh mundësinë çdo këshilltari që të shpalos pikpamjet e veta, sepse çdo këshilltar, i cili çdo parti e qoftë, është duke përfaqësuar një pjesë të shoqërisë. Çështja është se ata janë mësuar me njëri tjetrin. Pra të gjithë to që kanë vite që janë parti politike dhe kanë menduar se vazhdon njësoj. Pra vazhdon njësoj sepse akuzojnë njëri tjetrin shpeshherë thonë, kështu keni bërë ju, kështu do bëjmë ne, por Shqipëria nuk ka nevojë për këtë model. Pra modelin ku institucioni nuk funksionon.
Ne duhet edhe angazhimi jonë edhe si lëvizje bashkë duhet të jetë që institucionet funksionojnë, se përndryshe për çfarë i kemi dhe për çfarë na duhen. Uroj shumë për një Tiranë e cila i përket qytetarëve dhe jo partisë. Uroj që ta bëjmë të mundur këtë gjë. Okay. Mirë, në këtë pjesë dytë kam, siç u thash pak më herët, kam ftuar deputetin e Lëvizjes Bashkë, Redi Muçin, me Redin zakonisht për javë. Kemi diskutim për ngjarjet kryesore politike edhe sociale të javës që shkoi. Të pyes edhe ty Redi për shkarkimin e Erion Veliajt, se është një ngjarje me rëndësi për jo vetëm për jetën e qytetit Tiranës, por edhe për jetën politike shqiptare. Si e ke parë këtë çështje? Atëre, e rëndësishme që të evidentohet, do thoya unë, është mënyra se si u shkarkuar Erion Veliajt. Domethënë sepse që duhej shkarkuar, kjo është që diskutohet duke parë, le të themi, gjithë akuzat që janë ngritur mbi të, faktin që u mor i pandehur dhe eventualisht u fut në paraburgim, si më thënë, prej kohësh do duhet të kishte edhe ndorheqjen, nëse do kishte minimum një dinjiteti, le të themi, po fakti që u shkarkua pikërisht tani me një urdhër të lëshuar nga Edi Rama dhe për më tepër bindja ose nënshtrimi deri në një lloj të them servilizmi poshtërues të këshilltarëve të bashkisë që i përkasin Partisë Socialiste, me një fjalë, dëshmon atë që ne e themi shpesh, pra faktin që gjithë ta që do duhet të ishin përfaqësuesit e qytetarëve të Tiranës në rastin e Këshillit Bashkiak, janë thjesht ushtar të bindur të kryetarit të partisë, të cilët ngren kartonin edhe për t'i rënë dikujt që është, le të themi, i tyre, ose ai i cili Erion Veliaj pra që ka luajtur një rol në përzgjedhjen e tyre, le të themi, për të përbërë Këshillin Bashkiak. Kujton disi ato le të themi ato sekuencat e gjyqeve të kohës së Enverit apo jo, që të gjithë e dënonin, le të themi, atë të cilit i kishte vënë gishtin Enver Hoxha, le të themi, megjithatë nuk është kaq dramatike situata, është më qesharake, ke përsëritet në mënyrë qesharake. Nuk do vdes njëri në fund të këtij procesi. Nuk do vdes njëri, megjithatë, po them, ajo mënyra sjellja e tyre në Këshillin Bashkiak është realisht poshtëruese për ta. Ja, ti mirë bëre krahasimin, se është ky filmimi i famshëm i gjyqit që i bëhet Kadrias Biut, ose le të themi gjyqit politik që i bëhet mbledhjen e Komitetit Qendror në fillim të viteve 80. Po Kadrias Biu ishte i pranishëm sigurisht, do thënë edhe arrestohet mbasi mbaron ajo seancë ku Kadriu ngul këmbë edhe thotë që partia ime, edhe po më dënoi partia ime. E imja është pure badhe fort. Minimalisht i jepet fjala. Po, minimalisht i jepet fjala. Gjithsesi Kadriu bën një lloj rezistencë aty, domethënë, në kuptimin nuk e pranon asnjëherë që është armik, po thotë që hajde gabime kam bërë pase por armik nuk jam. Gjithsesi mua më habiti justifikimi i Partisë Socialiste për shkarkimin e Erion Veliajt. Se thoshin e shkarkojmë se ka munguar më shumë se 3 muaj në detyrë. Pa përmendur fare motivin e mungesës. Sepse në gjykimin tim nuk mjafton vetëm të mungosh 3 muaj, se ti mund të jesh i smur 3 muaj, mund të jesh në shtrat spitali. Ti mund të ketë rrëmbyer një organizatë terroriste 3 muaj, po kupton? Pra, nuk mjafton vetëm të kesh munguar në detyrë, do duhet motivacioni i mungesës në detyrë për ta përligjur shkarkimin. Dhe Erion Veliajt do duhet të ishte shkarkuar që ditë e parë për shkak të akuzave që ka për korrupsion, për shkak të faktit që edhe më herët mbi fjala ka shkelur ligjin kur ka marrë vendime në vend të Këshillit Bashkiak. Pra ka pas shumë motive ligjore dhe politike dhe morale për shkarkimin e Erion Veliajt, ata kanë shkarkuar vetëm për mungesë në detyrë. Edhe me drejt pastaj nga burgu shkruan që ora nuk po mungoj prej qefit, më kupton? Po mungoj sepse më kanë futur në burg. Mirë, po PS-ja nuk do ta prek thelbin e problemit, por nuk do ta prek korrupsioni i Erion Veliajt, sepse korrupsioni i Erion Veliajt janë përfshirë gjithë, domethënë nga i këshilltaruci socialist që bën rolin e patronazhistit, punon drejtor nëpër ministri dhe bën një lek vogël ose nëpërmjet nepotizmit, punson kushërinjtë vet në shtet, deri tek Edi Rama që vjedh me tonelata edhe është një prej shushunjave më të mëdha të këtij sistemi korruptiv në Shqipëri. Të gjithë këta kanë vjedhur bashkë me Erion Veliajin dhe këta nuk duan që të flitet për korrupsion, nuk duan të flitet për përgjegjësinë e vërtet të Erion Veliajit dhe merren vetëm me formalitetin. Ke marr 3 muaj mungesa, humbet vitin. Pra kjo është hipokrizia e Partisë Socialiste. Gjithsesi, mua të paktën më pëlqeu fakti që u bë seancë.
Si rrallëherë në Këshillin Bashkiak, edhe do ta lidh tani edhe me Kuvendin e Shqipërisë, sepse ti pate më në fund mundësinë për të folur ndoshta të ndërprem fjalën në Kuvendin e Shqipërisë, por sa duket seanca e fundit e Kuvendit të Shqipërisë ishte diçka më normale se para fundit, do të thënë, patën mundësi të flasin disa vetë, drejtë haj patën mundësi të thon popullit, por na votuat dhe po na dëgjoni, nuk di si u duk. Ai diskutojmë çik për këtë seancë të Kuvendit të Shqipërisë. Çfarë ndodhi? Praktikisht e gjithë seanca sot ishte, le themi, deputet opozitës që morën fjalën, ndërta edhe unë, për të evidentuar që seanca e fundit, ajo që të gjithë ne e konsideruam si ndër më të rëndësishme të legjislaturës së këtij kuvendi, pra seanca në cilën do flitet pikërisht për programin qeverisës të partisë në pushtet, u mbyll në atë mënyrë që u mbyll, si thua, në shkeljet rregullores të kushtetutës, të gjithçka tjetër, dhe në vetvete është për mendimin tim është një, si thua, problem i madh, ose është tamam mungesa e demokracisë që del në pa, dhe ajo që mua më shqetëson realisht, domethënë, sepse edhe ne si vend me demokracinë jemi fare pak të mësuar, ose në historinë e popullit, si thua, tonë nuk është se demokracia ka përbërë, le themi, një arenë ku janë ndeshur idet, është luftuar, le themi, për demokracinë, dhe thjesht e marr si një fjalë, ajo është thjesht një fjalë boshe nëse nuk materializohet, le themi, në institucione në radhë parë, po detyrimisht edhe në rrugë nëpër protesta e në radhë të dytë, si thua. Kështu që fakti që unë e vërej për shembull edhe me njerëzit që flas shpesh herë, një lloj tërheqje ose një lloj pranimi në opinionin publik, do thoja unë, ndaj autoritarizmit që shfaq Edi Rama, që manifestohet në këtë rast flagrant fare në, si thua, anulimin e mundësisë së opozitës për të debatuar programin qeverisës. Pra një lloj tërheqje, një lloj pranimi i autokracisë së tij është vërtet diçka, është një qasje e cila duhet kundërshtuar, mendoj unë, me forcë edhe nga Lëvizja Bashkë si diçka e pranuar tashmë, sepse nuk duhet të harrojmë që në vetvete autokracitë nuk është se shfaqen një ditë bukur. Gradualisht në një farë mënyrë akumulohet pushteti nga autokrati derisa arrin një pikë të pakthyeshme, si më thënë, ku mund të kthehet edhe në një Putin, edhe në një Erdogan, edhe në një autokrat i cili është i gatshëm në fund ditës edhe të vrasë, edhe të heshtoj opozitën, të heshtoj mediat e me radhë. Kështu që si ngjarje, do thoja unë, fakti që seanca plenare e shkuar kaloi pa një debat të programit qeverisë është një ngjarje, është një damk, një njoll, do thoya unë, në historinë e parlamentarizmit shqiptar, dhe që ngre pikpyetjen e madhe dhe të rrezikshme se deri ku mund shkojë Edi Rama me shpalosjen e autokracisë së tij. Shiko, një nga shenjat e autokracisë është fakti që Edi Rama nuk është i pranishëm kuvend, në mbledhjet e kuvendit. Në legjislaturat e shkuara ai ka marrë pjesë shumë pak, edhe ku merr pjesë, mban fjalimin e vet edhe kërcet e ikën, nuk dëgjon asnjëri. Kjo ndodh si një lloj tamam imitimi i autokratëve bashkohor. Mirpo autokratët bashkohor e kanë një justifikim më shumë, se zakonisht janë president të zgjedhur drejt për drejt nga populli. Kujtoj këtu Erdoganin, Putinin, po edhe Donald Trumpin. Pra, ata nuk kanë nevojë të shkojnë të përballen në jetën parlamentare, sepse juridikisht nuk i ka zgjedhur parlamenti. Janë zgjedhur drejt për drejt nga populli. Dhe nga pikpamja kushtetuese, të paktën janë të barabartë me parlamentin. Edi Rama është kryeministri i një republike parlamentare. Por nuk është presidenti i një republike presidenciale. Duke qenë kryeministri i një republike parlamentare, i zgjedhur nga parlamenti, ai ka detyrimin, jo vetëm si deputet i Kuvendit të Shqipërisë që të përfaqësojë zgjedhësit e vet dhe të rinë kuvend gjithkohës, po edhe si kryeministri i zgjedhur nga parlamenti, ai ka detyrimin politik që t'i dëgjojë të gjithë. Ai duhet të ishte në kuvend sot. Ai duhet të jetë në kuvend çdo herë tjetër. Ai jo vetëm duhet të flasë, po edhe të dëgjojë. Ai duhet të ndërveprojë në komunikim me të gjithë deputetët që e kritikojnë. Përndryshe, nuk është duke ushtruar detyrën e vet siç duhet, dhe është tamam kjo që thua ti, autoritarizmi nuk kupton që unë nuk dialogoj me ty. Unë nuk debatoj me ty. Unë flas, diktoj, ju mbani shnime, fjala ime bëhet fakt,
i duket vetja si, ku diun, lëviz si pa lëvizshëm, që ka qenë një përkufizim i hershëm në antikitet i Zotit, pra ai që lëviz gjithçka, por nuk lëvizet nga askush, dhe praktikisht parlamenti shndrohet në një teatr kukullash ose në një institucion që thjesht vulos vendimet paraprake të Ramës. Gjithsesi, unë do të pyes një çik, si thua, për dinamikën e jetës parlamentare, sepse vura re që ndërkohë që ti flisje, ishte ngritur edhe flamurnoka, domethënë kemi edhe çik këto problemet që edhe aty ku nuk mjafton autoritarizmi i partisë në pushtet, dalin këta personazhet groteske që duan tentojnë çik rrëmuj. Domethënë për fat keq unë ishte herë e parë sot që me shumë mundim më në fund mu dha fjala dhe nga njëra anë ishte Flamur Mnoka i cili përpiqej ti mbi vendosej si thuar zëri tim. Nga ana tjetër ishte Niko Beleshi i cili edhe ato 2 minutë kohë që kisha ma ndërpreu pa më dhe mundësinë që të përfundoja fjalën time dhe për hir të së vërtetës unë jam i përgatitur për të përballur, si më thënë, me situata të tilla, me fjalë, dhe nuk është ndonjë gjë për të habitur, megjithatë unë jam aty për të shfrytzuar maksimalisht çdo sekond kohë që më jepet, çdo mekanizëm ligjor që do më jepet nëpërmjet komisioneve, për të mbrojtur, le të themi, me sa të mundem interesat e popullit shqiptar në radhë parë, por sidomos të atyre që na kanë besuar votën. E di çfarë e vlerësoj në qëndrimin tënd, është fakti që ti e bën një kritik të fortë, si në atë fjalim të ndërprerë për gjysëm, dhe prapë ruan etikën, ruan edhe etiketën e drejtimit ndaj kundërshtarit politik. Domethënë, i drejtoheshe Zoti Peleshi, mos gaboj. Ne i dim që Niko Peleshi gjuhu gardhi, gjitha kuptimet e fjalës. Pra është njeri pa personalitet politik, është njeri që është gati të bëjë gjithçka, vetëm që t'i pëlqej padronit ti Edi Ramës. Ama këtë ne e themi këtu në podcast, me plot gojë. Ama kur jenë kuvend, ti ke nevojë për një minimum respekti edhe ndaj njohuri gardhi, sa kohë i hu gardhi, është i zgjedhur kryetari i kuvendit të Shqipërisë. Dhe ky është dallimi midis nesh edhe këtyre hunjve të Partisë Demokratike. Sepse këta se kanë problem, do të thonë këta një lloj si sillen në pietore, një lloj sillen edhe në parlament, do të njëjtën fjalor kanë, ndërkohë që unë e vlerësoj faktin që ti e jep kritikën e fortë, por pa i lënë shteg kundërshtarit politik për të thënë ç'është kjo gjuhë që flet, domethënë pse na ofendon personalisht. Më një gjë është kjo që themi ne në podcast, një gjë është ajo që ne themi në protestë, një gjë tjetër është mënyra se si ti komunikon në parlament. Në parlament ti ke detyrim ndaj qytetarëve që kanë votuar, ke detyrim ruajtjen e etikës. Pikërisht. Kjo nuk kuptohet në shumë aspekte në parlamentarizmin shqiptar. Shiko, kuvendi është kuvendi shqiptarëve në radhë parë. Pavarësisht se kush e popullon aty, për fat keq me të gjitha mekanizmat që përdoren për të shkuar në kuvend. Po kuvendi është kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe duhet respektuar institucioni i gjithë shqiptarëve, edhe kryetari i kuvendit që është aty, edhe si thua etika në komunikim në gjithçka tjetër. Unë një ndër si thua gjërat që më bezdis më shumë është që duhet të vesh xhaketën. Unë xhaketën në përditshmërinë time nuk e kam veshur kurrë. Me fjalë, megjithatë unë duhet të respektoj etikën edhe të veshjes në këtë rast të institucionit. Dhe do të thoj edhe këtë gjë që në momentin kur ky institucion trajtohet nga kryeministri i vendit, vetëm sepse ai ka shumicën e votave, pra ka 83 kartona aty që mund t'i ngrej, dhe trajtohet si të ishte thjesht një institucion që miraton fal shumicës së votave gjithçka që ai vendos ose paravendos, si thua, paraprakisht në asamblet e Partisë Socialiste, është një dëm shumë i madh që i bëhet parlamentarizmit, sepse edhe ta thuash fjalën në kuvend, edhe të ngresh kritikën dhe të argumentosh kundër një ligji ose një padrejtësie që po i bëhet popullit, pavarësisht se ti nuk ke shumicën e votave për ta rrëzuar atë, është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme dhe këtë duhet të kuptojnë edhe qytetarët. Nuk është njësoj që një aferë korruptive ta denoncosh nga studiot televizive me ta denoncosh në salla e kuvendit. Edhe formalisht është një kritik i cili ngelet në kohë, kritikë e cila si thua zë një vend më të madh. Dhe është, edhe një herë them, thelbi i parlamentarizmit. Është mënyra për ta vendosur qeverinë me shpatulla pas murit. Nëse ajo si hapësirë, ai si institucion nuk shfrytëzohet më tej nga opozita për të bërë pikërisht këtë gjë, por shfrytëzohet si arren boksi, sharrash me radhë, atëherë ka humbur funksionin e vet. Dhe roli i
i im në radhë parë, po i lëvizjes bashkë është pikërisht që të përfaqësoj popullin shqiptar brenda këtij institucioni në mënyrë më të mirë të mundshme. Ajo që më bërë përshtypje tjetër gjatë kësaj seance parlamentare është fakti që fjala jote kur është përhapur në rrjetet sociale ka qenë shumë popullore. Ndonse ti në thelb po përcjellje pak a shumë të njëjtin shqetësim si deputet tjerë të opozitës, domethënë për paligjshmërinë e mbylljes së seancës kaluar për pamundësinë për të folur e kështu me radhë. E shtrohet pyetja pse. Pra, pse një gjë kur e thua ti me artikulimin tënd peshon 1000 herë më shumë se sa kur e thot Flamur Noka ose deputet tjerë të PD-s apo partive tjera. Dhe këtu nuk është vetëm përmbajtja asaj që thua, nuk është vetëm stili që ti përdor për të folur, por edhe autoriteti moral që ke në atë sallë. Pra ti aty je tamam si përfaqësues i ndershëm i popullit, si përfaqësues edhe një partie që ka një reputacion shumë të mirë në shoqëri dhe që, do të thënë, fjalat peshon. Këtë kam thënë edhe kur pyesin gazetarët, thoshin Redi Musi do jetë 1 mes 140-ve, çfarë do bëj? Dhe mendojnë sikur parlamenti është si shtysh makinë, do të thënë 139 janë nga një rand, ti nga ana tjetër, e sigurisht që ata do të shtyjnë makinën më fort se ty. Jo, parlamenti është ndryshe, sepse nuk ka rëndësi sa zëra je. Pa sasia ka rëndësi vetëm te vota. Pa aty, në moment që një parti ka mbi 171, s'ka rëndësi fare pastaj sasia. Parlamenti është një hapësirë cilësie. Pra, kush e thot, si e thot, sa i peshon fjala. Dhe unë vërtet jam i gëzuar që përmes asaj fjale, edhe të ndërprerë në mes, se Niko Peleshi nuk i ndërprehu ata shokët e vet, kolegët e vet, hunjt e tjerë si vetja të partive të tjera, ty të ndërprehu, ama njerëzit vlerësuan. Njerëzit vlerësuan se shoh reagimet në rrjetet sociale. Është shumë e rëndësishme. Është e rëndësishme nga ana tjetër që më lejo të bëj edhe një farë analize historike. Ose të kuptojmë rëndësinë e parlamentit dhe të parlamentarizmit. Fjala parlament vjen nga frëngjishtja. Edhe bazë ka foljen parler, do të thotë flasësh. Edhe në origjinë e vet ka qenë një lloj këshilli që mbreti mblidhte zakonisht dinjitarët, e ata njërë sa kohë i tregonin problemet e tyre. Kur francezët pushtuan, normanët francezë pushtuan Anglinë, termi vajti në Angli edhe filloi të marrë trajtën e një asambleje më të rregullt që mande mbreti me ata që quajtën parlamentar. Dhe në thelb parlament do të thotë flasësh, rëndësia e fjalës. Fatkeqësisht në Shqipërinë e dekadave të fundit, parlamenti është parë si një arenë grushtesh, sharjesh, ku fjala e arsyeshme nuk ka fare vend. Grekët e vjetër, kohën e filozofëve, Aristoteli Beshok, përdornin të njëjtën fjalë për dy koncepte. Edhe për gjuhën, edhe për arsyen. Logos e quanin. Pra logos ishte edhe gjuha e folura, po edhe arsyeja. Sepse gjuha e ka këtë cilësi, të paktën mendonin filozofët e parë, që gjuha përpiqet të gjejë mënyrën për të marrë vesh, mënyrën për të përcjellë të vërtetën, për të pasur koherencë logjike. Gjuha nuk mund të jetë sharje, gjuha nuk mund të jetë klith. Klith ma bëjnë dhe kafshët. Gjuha është arsyeja e materializuar. Dhe pikërisht për këtë logos, për këtë arsye, ne kemi një nevojë shumë të madhe në atë kuvend. Dhe fatkeqësisht, deri më sot nuk e kemi pasur. Dhe unë vërtet jam, edhe një po e them edhe jam i gëzuar që ti e jep shembullin e të kundërtës, dhe unë besoj të tjerë do të vinë nga mbrapa, sepse kontrasti do jetë shumë i fortë për të vazhduar në këtë mënyrën vulgare të komunikimit, të mbylljes gojës, ngritjes kartonave. Qofse vazhdojnë do të jetë turpi i tyre dhe qytetarët do të gjykojnë akoma dhe më keq se ç'ndodh sot. Prandaj vërtet shpresoj dhe besoj që në sajnë tënd parlamentarizmi i Shqipërisë ka për të qenë më i mirë. S'po them do jetë shumë i mirë, ose ata aty janë, Edi Rama me shok aty janë, nuk do bëhen njerëz të hajrit, ama do kenë më shumë presion. Në sytë e opinionit publik do shohin tamam këtë kontrastin që po lind në atë kuvend. Po shumë interesant shembulli që more, pra i parlamentit në kohën e Anglisë, që pavarësisht se ishte monarki, në fund ditës pra çdo vendim merrej nga mbreti apo jo, gjithsesi parlamenti kishte rëndësinë e vet, si më thënë, sepse aftësia për të arsyetuar pikërisht, edhe kur në një farë mënyrë pushteti buron nga Zoti apo jo tek mbreti, prap arsyeja për tu artikuluar dhe për të arsyetuar dhe për të shtruar problematikën është në thelb ajo që jep legjitimitet një vendimi. Qoftë ky dhe vendimi prerë një autokratit vetëm, siç thonë. Ndërkohë që aq më tepër në një republikë parlamentare siç supozohet jemi ne në Shqipëri, domethënë se sa e rëndësishme është që ti sigurohet e drejta e të folurit le të themi opozitës.
demokracia që ka lindur në antikitet, pastaj edhe në Romën republikane, ka shkuar bashkë me oratorinë. Sepse demokracia është i vetmi sistem politik ku ose qytetari thjesht ose përfaqësuesi i tij ka jo vetëm drejtën e flas, por nëpërmjet fjalës të ndikojë dhe vendimarrjen. Kështu që vetëm demokraci bëhet e rëndësishme që ose populli qytetari ose përfaqësuesi i tij jo vetëm të flas, por edhe të di të flas. Dhe që në fillim, që në shekullin e 5 para erës sonë, sofistët për shembull, çfarë bënin? I jepin mësime oratorie. Ku ja jepin? Qytetarëve që donin të përmirësonin të folurën e tyre, sepse nëpërmjet fjalës mund të bindin qytetarët e tjerë. E njëjta gjë ndodhte edhe në Rom, me senatorët ose me tribunët e popullit. Kishte njerëz që i jepnin leksione të posaçme për oratorinë, për zhdërvjellësinë të folur, që e folura të ketë ndikim. Pra shumë e rëndësishme e folura në një jetë republikane apo demokratike. Sigurisht, po të jetë monarki, po të jetë diktaturë, s'ke nevojë fare të flasësh, një dekret aty, një firmë, një urdhër edhe të gjithë si ushtar do shkojnë mbas urdhrit. Është vlerësuar shumë kjo pjesë e parlamentarizmit në historinë bashkëkohore të Shqipërisë, pak në këto 30 ca vite pluralizëm ka rëndësi fjala, se më para si duhet as drejt, as e merr vesh njeri çfarë thuhet aty brenda, po se si me kalimin e viteve është vlerësuar fjala. Unë mbaj mend në vitet 90 Radio Televizioni Shqiptar jepte live seancat parlamentare me orë të ora, 5 orë, 6 orë, 7 orë, deputetët. Sigurisht edhe atëherë kishte sherrëzie, por nga ana tjetër kishte fjalime të mira. Nga dyja palët. Edhe njerëzit rrinin televizor, më dëgjonin debatin parlamentar. Sot nuk ndodh më kjo gjë. Sot pret 30 sekonda fjalë 2 deputetëve dhe kaq. Nuk rri më njëri para kohës se nuk ka çat shoh. Ka qenë vërtet cilësor parlamenti vitet 90. Po. E mbajmend dhe unë me fjalë që ishin fjalime të gjata, rrahje idesh, qëndrimesh, oratorie, edhe ai që drejtonte seancën kishte një rol të veçantë, pikërisht sepse në farë mënyrë i përgjigjej kujdo. Mbajmend Skënder Gjinushi dikur ka qenë. Po më herët ka qenë Pjetër Arnori, pastaj Skënder Gjinushi. Me një fjalë kishte rëndësinë e vet dhe njerëzit për shembull ishin edhe më të interesuar edhe për të lexuar fjalimet në gazeta, mbajmë gjyshin tim që i blinte gazeta pikërisht për të lexuar të plot fjalë, një fjalim që kishte dëgjuar një natë më parë në kuvent, si më thën, për ta lexuar dhe një herë dhe megjithmend si thua mendimi kishte peshën e vet në politikën shqiptare. Ndërkohë që ditën e sotme kur mendimi është kthyer në një lloj mënyre për të shkëmbyer ca batuta herë edhe banale, si thua, atëherë detyrimisht ka humbur dhe interesi, ka humbur dhe një lloj shprese dhe është rrënjosur, siç e përmenda, për fat keq në mentalitetin e njerëzve kjo ideja që Edi Rama bën çfarë ti do qejfi dhe parlamentarizmi është kod praktikisht, kështu që veç se ne si lëvizje bashk, si thua, forcën tonë e kemi te fjala. Përveç se veprimi që organizojmë protesta me radhë, si thua, fjala për ne është megjithmend e shenjtë, si më thënë, sepse është mjeti kryesor që kemi për të bindur shoqërinë shqiptare që gjërat mund të ndryshojnë, që ne jemi alternativa megjithmend ndryshe, që një ditë do duhet, si thua, të përmbyset ky regjim, ky autoritarizëm i ngritur në gjithë këto vite. Shiko, kur ti e di që njerëzit do të dëgjojnë, kur një deputet e di që njerëzit do të dëgjojnë 10 minuta, 15 minuta fjalim, çdo deputet nxitet përgatitet më shumë. Po. Apo jo? Patjetër. Ndërkohë, siç ka shkuar puna deri më sot, që nuk ka rëndësi fare çfarë thua. Rëndësi ka vetëm nëse gestikulon. Pra vetëm nëse bën ndonjë skandal. Patjetër që ti nuk do as do mendosh, as do studiosh. Do e bësh si ky, del njëri me kastraveca her pas here, njëri me domate, njëri me kastraveca, është deputeti PD-s. Samir Koreshi. E kupton? S'ka rëndësi as të mendoje, as të flas, as të analizoje, as të kritikoj. Njëri me kastravec, njëri me shalqi, edhe kreu funksionin e vet. Një tjetër me boj, një tjetër me batuta. Nuk ka minimumin e seriozitetit sepse edhe një herë është shkëputur lidhja midis gjuhës, arsyes, parlamentarizmit, deputetëve dhe publikut. Dhe prandaj shpresoj shumë që ti do t'japësh shembullin e kundërt dhe të tjerë do jenë detyruar të ndjekin. Ore, m'fal, po të parët që do duhet të ishin revoltuar nga anulimi i seancës, i debatit në seancë, duhet të ishin ministrat. Po. Kur je në rolin e ministrit dhe t'jepet mundësia ti shpalosësh shoqërisë shqiptare agjendën tënde se çdo bësh në 4 vjeçarin e ardhshëm me ministrin që ke marrë përsipër. Dhe kjo gjë të mohohet, atëherë është ulëritë. Unë kam dyshimin që është marrë vesh më parë Edi Rama me ministrat e tij, tha do ta provokoj me këtë diellën, si thua. Anën e PD-s do ta mbyllim, kështu që mos e vrisni mendjen fare, thjesht uluni aty në ato karriket dhe
Mbaroi mohabeti. Pa ai ka përshtypjen I njeh ministrat e vet, I njeh hapësitë e tyre, I njeh mufkat që hedhin gjatë komunikimit. Nuk e di, e dëgjove këtë fjalimin e ministres së shëndetësisë? Se kjo merret, doli si akademikja me një profil të jashtëzakonshëm, që mbas edhe ka, po se nuk e di. Por nga mënyra e komunikimit ishte që të themo, ore të qeshësh, të duket se gjineja lule, pa aftësia për të thënë diçka me kuptim, është vërtet skandaloze. Edhe unë kam përshtypjen që arsyeja pse Rama nuk I nxjerr këtë në televizor, edhe nuk U jep fjalën në kuvend se I njeh çfarë janë. Por nuk është edhe aq ky diktatori që do të flas gjithmonë vet, por është si një hallexhi që thot, mua nga që më rrethojnë Servil, zakonisht Servilët janë edhe të paaft. Nuk din fare të komunikojnë publikisht, amas po I nxjerr se po më qesh dynjaja. Po. Se nuk ka mundësi edhe. Në momentin që flasin pa filtra, gjithmonë kupusin mufka. Po. Jo, është vështirë të gjesh dikë që është I aftë dhe ti nënshtrohet si thua vullneti të Ramës siç I nënshtrohen ministrat ndër vite që ka pas, domethënë nuk ka një kontradiktur. Nëse je I aftë në profesionin dhe në punën e ministrit që ke marrë përsipër, atëherë detyrimisht do kesh një lloj kontradikte me kryeministrin. Ai e di që ti ketë të tillë të nënshtruar ministrat e vet, do duhet të marr njerëz që janë, si thua, si janë për atë punë. Edhe detyrimisht del gjithmonë ai për të përfaqësuar shtetin. Po kjo është edhe pa përgjegjshmëri, sepse nëse ti je I ministri I Republikës së Shqipërisë, ti ke detyrim komunikimin me publikun. Pra je I pari një sektori. Nuk je thjesht sekretari I Ramës. Tani realisht I mund të jesh sekretari I Ramës, po përmbajtësi, formalisht kushtetutshmërisë, je udhëheqësi një sektori shumë të rëndësishëm. Atëherë ti ke për detyrë të sqarosh publikun. Ore trajner futbolli po ti jesh, po ta vësh trajnerët e futbollit, japin konferenca për shtyp, dalin me gazetarët, sepse kanë përgjegjësi para tifozëve. Duhet shpjegojnë informacionin, duhet marrin përgjegjësi për gabimet, duhet thonë pse e futet këtë lojtar dhe jo atë tjetër. Pra trajneri I futbollit e ndjen veten përgjegjës dhe ka një komunikim pothuajse të përditshëm me opinionin e gjerë publik. Ministrat janë zero. Ministrat vetëm 1 minutë propagande të filmuar me regjistrim, me kamera personale, që jepet nga faqja e Facebookut të Belinda Balluku dhe asgjë tjetër. Ore nuk del njerë. Belinda Balluku është ministra nga më jetëgjatat, nga më të pushtetshme, zëvendës kryeministre. Nuk ka dalë një herë në një intervistë me një gazetar. Ore qoftë dhe me një gazetar të një televizioni tërësisht Servil me Ramën. Të dalë aty, të dëgjoj 10 pyetje të përgjigjet për gjysmore. Zero fare. Del nga kantieri, bilbilon 30 sekonda apo 60 sekonda, edhe u mbyll këtu komunikim me publikun. Dhe kjo nuk është as demokraci dhe as gjë, sepse demokracia nuk kupton komunikim, dialog, ti flet, ti dëgjon, ti pyetesh, ti e përgjigje, ti kritikohesh, ti justifikohesh, kjo është demokracia. Po këta janë kështu. Unë flas, ti dëgjon, vetëm kaq. Do duhej që ministrat ishin përballë ekspertëve të fushës, të diskutohet, të debatohet pse është marrë ky vendim, pse s'është marrë ky tjetri. E gjitha me radhë, ndërkohë që ajo që jemi mësuar gjithmonë të shohim është ajo që thotë ti, domethënë, këto videot me regji që më pas u shpërndahen të gjitha mediave, transmetohet gjitha edicionet e lajmeve, si thua, dhe vetëm kaq. Është realisht pra kthim pas në kohë. Ore, një pyetje, Kristian, Edi Rama ai podcasti vet ka marrë ndonjëherë këtu ministrat e vet? Si merr ndonjëherë? Pra as ti marrte podcasti vetë, që nuk del aty. Aty do të thotë që mund të ishte komunikimi më I sigurt të mbotë, se fundja po të pyet shefi përpara opinionit publik edhe ai nuk do të fliqet. As aty nuk denjon ti marr, sepse kupton që tamam I përçmon intelektualisht, I përçmon politikisht. Thjesht I duhen I shërbejnë derisa tu vjen radha për burg si Erion Melie. Ore as gjatë fushatës nuk dalin thon gjysllafi. Gjithë fushatën programi nga fillimi në fund e bën Edi Rama, askush tjetër. Po, e vërtetës. Mirë. Një çështje tjetër që unë dua trajtoj është janë zgjedhjet të parakohshme në Tiranë, askush nuk e di tamam kur do mbahen. Po shkarkimi I Erion Meliait I hap rrugë zgjedhjeve të reja në Tiranë. Dukat disa probleme që ne mund të prekim. E para është që përveç lëvizjes bashkë që ka dalë me qendrim publik që ne do të kemi kandidat për zgjedhjen e Bashkinë e Tiranës, asnjë parti tjetër nuk ka marrë tamam një zotim. Partitë e reja të vogla s'bëhet fjalë, por edhe PD-ja mbllaçitet, s'po gjejnë dot kandidatin. I drejtori njëri thotë jo mua s'ma mban, drejtori tjetër jo, u kam punë, do mbaj vëndrin deputetit, ç'po duhet rrezikoj. Edhe me gjaz do të gjejnë një kandidat sa për të kaluar radhën, sepse nuk e di për çfarë arsye këtyre është ngulitur ky mentaliteti I humbsit.
i disfatës. PD-ja tashmë i di që në çdo zgjedhje të mundshme është e destinuar të humbë. Më shumë shpresë kemi ne, një parti e re, kemi besim vetvete, për të fituar edhe nga pozita jashtëzakonisht vështira, siç është Lëvizja Bashkë se sa PD-ja. Si mendon, pse ndodh kjo gjë? Pse këto farë partish nuk kanë as minimum në guximit që të bëjnë përpara, të kërkojnë bëjnë një fushat të mirë. Po sepse nisen nga këto llogaritjet e karrierës personale në politik, domethënë. Ndërkohë që ne qasja jonë është gjithmonë që për aq kohë sa ne mund t'i japim kryeqytetit ose çdo qyteti një alternativë të mirëfillt, le të themi, që do përbënte kandidatin ose kandidaten që praktikisht përfaqëson atë pjesë të qytetarëve që ndjen totalisht të papërfaqësuar nga partitë e vjetra, me fjalë. Dhe ne ndërmarrim këtë hap pavarësisht, le të themi, kostove politike ose që mund të ketë rezultate si thua. Sidomos kur vjen puna tek Partia Demokratike për shkak të humbjes kronike që kanë në zgjedhjet lokale dhe të përgjithshme, stepen për të dalë për të nxjerrë kandidatin. Dhe është disi qesharake situata, sepse unë ndoqja intervistën tënde tek Ylli Rakipi, ku përfaqësuesi i Partisë Demokratike Teliti, mos gaboj, si ka emrin. Pra të sulmonte dhe thoshte që pse keni këtë qasje ju refraktare dhe nuk na bashkoheni ne. Ndërkohë që vetë Partia Demokratike të paktën deri tani është e paaftë të nxjerrë një kandidat. Pra, kur nga radhët e tua nuk nxjerrë një kandidat, atëherë i kërkon llogari partive të tjera se pse nuk mbështesin kandidatin tënd, e kupton, është qesharake disi situata. Por është edhe tragjike sepse jemi pikërisht në këtë ngërçin e një partie opozitare e cila tashmë është në këtë fazën e vdekjes klinike nëse duam ta quajmë, ndërkohë që alternativa e vërtet që do ishte Lëvizja Bashkë ende nuk nuk është kthyer në një pol të dytë kërcënues serioz të Partisë Socialiste. Megjithatë, si një subjekt i majt, që jemi dhe kemi artikuluar gjithmonë, si thua, me qasjen tonë, me programin tonë edhe për qytetin, tentojmë të flasim gjithë qytetarëve të Tiranës, padyshim, por edhe asaj pjese të elektoratit të Partisë Socialiste që tashmë më në fund e ka kuptuar që, si thua, Partia Socialiste s'ka absolutisht asgjë të bëjë me të majtën. Është shumë paradoksal qëndrimi që mban PD-ja, sepse të njëjtët njerëz që thonë pse s'bashkohesh me ne, pas 30 sekondash, ose përpara 30 sekondash të akuzojnë se ti shërben Edi Ramës. Është tamam një lloj skizofrenie politike. Imagjino, Sali Berisha të akuzonte ty, pse the që qofse qeveria propozon minimumin jetik, ne kemi detyrimin politik ta votojmë sepse kemi vite që luftojmë për minimumin jetik, për budallëk. Pra, i njëjti njeri që pastaj bashkoi votat me Edi Ramën për shkarkuar Erion Velien apo jo. Po. Pra, do të që është tamam për kjo paralele, që për të rritur pagat e tyre, për të ndryshuar sistemin zgjedhor sa gjëra. Pra ato po, 3 ditë mbasi të tha ty që pse ti je i gatshëm që të votosh minimumin jetik në rast se Edi Rama çmendet edhe e propozon si ligj. I njëjti njeri se ka ishte fare problem që votonte bashkë me Edi Rama, sigurisht bashkë edhe me ne për shkarkimin e Erion Veliet. Pra kjo këtu është një lloj sfazimi politik. E dyta, dhe kjo është një histori e vjetër që përfshin PD-n, përfshin edhe partitë tjera të reja, tamam një lloj skizofrenia, do të kesh dy personalitete njëkohësisht. Pra, në një anë të ftosh, në anën tjetër të akuzosh. Pra, i njëjti njeri që të thoshte, ti je gjobaxhi, ti u vë gjoba oligarkëve, thoshte mua këta karrëgjos të partive të reja. Dhe pastaj unë të shtri dorën të bashkëpunojmë. Ose u vë gjoba oligarkëve dhe ti mua do të më hedhësh nga shkallët, që se kjo ndodh, ose ti më shtrin dorën se këto dy gjëra nuk shkojnë. Më kupton? Po këtu janë aq palaço këta që merren me politikë. Nuk i besojnë as vetes në ato që thonë, sa që janë të gatshëm për 2 sekonda, për 2 minuta të ndrojnë çfarë lloj pozicioni. Tani jemi shok, pastaj jemi armiq, pastaj prap shok, pastaj prap armiq. Se fundja nuk kanë as qëndrim, as shtyllë kurrizore dhe asgjë tjetër. Tjetra që do doja të ceknim këtë rast është kandidatura e Partisë Socialiste. Ogerta Manasirliu. Ogerta Manasirliu ka qenë ministre në disa fusha, pa askush nuk e mban mend për asgjë. As për ministre shëndetësie nuk e mban mend, as për ministre arsimi nuk e mban mend njëri për ndonjë gjë të hajrit. E vetëm ajo për cilat mbahet mend Ogerta Manasirliu, dhe kjo është merita jonë, është për plagjaturën e doktoratës së saj në fakultetin e shkencave natyrore, mos gaboj, se atëherë kemi qenë ne në lëvizjen për universitetin që e kemi denoncuar publikisht. Kur Ogerta Manasirliu ka qenë, mos gaboj, ministre shëndetësie. Pra, një njeri komplet pa
pas një lloj dimensioni politik, pas një lloj aftësie dukshme të paktën. Që emërohet nga Edi Rama dhe mua më duket edhe si e habitur aty. As e dinte që do të propozojë për kryetare bashkie, edhe do shkoj Partia Socialiste me këtë lloj kandidate, që unë mendoj është vërtet i kandidate e dobët dhe është një mundësi e artë edhe për ne në lëvizjen bashkë, që ta sfidojmë në debate drejt për drejta, kur vi puna në për zgjedhjet e Tiranës, pikërisht për të treguar se sa të paaft janë këta që duan ta qeverisë Tiranën, përveç se të korruptuar, se kjo dihet, po janë gjithnjë e më të paaft. Unë nuk e di, a do vi Ogerta Marasiliu debatoj me kandidat dhe lëvizjes bashkë, s'ma mendja as kandidati i PD-s, nuk e di a do ketë kandidat tjerë. Mi po shumë interesante, ku i gjen Rama këta, ku i gjen këta lloj kandidat? Ç'është kjo parti që prodhon Ogertën? Mua Ogerta Manasiliu më kujton është një video e vjetër kur ishte funksionare e Bashkisë Tiranës dhe ngrihet dhe jep Edi Ramës, kemi bërë një dhuratë, thot, nga stafi yt me fjalë. Pra kjo si funksionarja e thjeshtë e cila është aty për t'i bërë qefin kryetarit, dhe mua më duket se në këtë pozitë ajo ka bërë karrierë politike, ministri pas ministrie, e tashmë kandidohet edhe për të drejtuar qytetin. Dhe kjo praktikisht tregon njerëzit që mban rreth vetes Edi Rama. Mirë, prototipi i njeriut që si thosh se nxjerr qime nga qulli, nuk është për asnjë gjë. Është Ogerta Manasiliu dhe ai e ka vendosur që të drejtojë kryeqytetin e vendit. Me fjalë duke parë edhe atë që ishte Erion Velia, si thua, që dukej sikur nga pozita e kryetarit bashkisë deri diku mund ta sfidonte Disi Ramën për nga akumulimi i pushtetit dhe me radhë, ai vendos pikërisht një kandidate që e di që si thua mallëngjehet kur ai ja jep detyrën, me pak fjalë. Dhe është e vërtet shumë e dobët, po pa dyshim që Edi Rama s'ka për ta lejuar të dalë në debat me kandidatin ton. Megjithatë është një rast i artë, mendoj unë, për lëvizjen bashkë që të rikonfirmojë, si thuash, ose të rikonfirmohet si alternativa e vetme e vërtet për qytetin e Tiranës, sepse ka dhe shembuj tjerë nga bota për të vërtetës që në vende relativisht autokratike është gjithmonë kryeqyteti që nxjerr një kandidat, pra një zgjedh një kryetar bashkie i cili është totalisht e kundërta e asaj që është udhëheqësi i atij vendi. Qoftë në Turqi, qoftë në Poloni, në plot nga këto vendet që kanë një farsoj sistemi autoritar. Me fjalë, gjithmonë është kryeqyteti që bën dallimin, si thua. Dhe prandaj është detyra e lëvizjes bashkë Funditës që të propozojë një kandidat tillë, dhe është fakti që ne jemi koherent me qasjen tonë. Jemi koherent me të qenit një farë mënyre antisistemor, pa kundër të gjithë tyre kandidatëve, qoftë të Partisë Socialiste, qoftë Partisë Demokratike. Jemi koherent me qasjen tonë, pra. Fakti që argumentimi i të paktën deri tani në Partisë Demokratike është kjo aritmetika e thjeshtë, është praktikisht mos ken, si thua, mendim politik. Do duhet të jesh i paaft të mendosh politikisht për të bërë një aritmetik mbledhse. Dhe thua, kaq vota i kanë këta, kaq i kanë këta, kaq, po mirë, po çfarë përfaqëson ky? Dhe pse i ka marrë këto vota? Çfarë përfaqëson ky tjetër, ky tjetër, ky tjetër? Dhe nëse të gjithë futemi në një thes, atëherë ç'vota do marrim ne? Votat e kujt do marrim ne? Ne kemi marrë ato vota, kemi marrë sepse jemi këta që jemi, i qëndrojmë qasjes tonë. Kështu që është muhabeti i vjetër që rikthehet, kjo është trirje e dorës, me pak fjalë, që rikthehet në forma ndryshme, vetëm kaq. Interesante kjo zgjedhje e Tiranës, është kanë përqen më shumë politike se zgjedhjet e tjera. Pse? Se mos harro diçka. Edhe nëse ne i fitojmë zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, duhet pas parasysh fakti që e para mandati do jetë shumë i shkurtër, 1 vit e gjysmë. E dyta, do të qeverisësh me një këshill bashkiak që dominon Partia Socialiste, me një qeveri të Partisë Socialiste. Që do thotë, fusha e veprimit të kryetarit bashkisë do jetë shumë e kufizuar. Patjetër, kryetari i bashkisë ka disa kompetenca, mund të rregullojë ca gjëra. Mirë, po prapë do të jetë e rëndësishme për faktin që një kryetar i bashkisë do të jetë rezistencë ndaj projekteve shkatërrimtare të qeverisë, e dyta do të ofrojë shpresë politike. Pra këto janë ndoshta zgjedhjet më politike që do bëhen në Bashkinë e Tiranës, sepse do të jetë sinjali për të ardhmen. Çfarë do bëhet në
2027 dhe mbi gjitha çfarë do bëhet në 2029. Një rezultat shumë i mirë i lëvizjes bashkë në këto zgjedhje ka përcjellë një kampan shumë e fortë, alarmi për Edi Rama dhe shpresë për shoqërinë shqiptare. Prandaj jemi të vendosur jo vetëm të hyjmë, po të bëjmë një fushat më të fortë, madje më të fortën që kemi bërë deri më sot, ndonse nga pikpamja formale këto janë zgjedhje të pjesshme, të parakoshme dhe një mandat të jetë të kufizuar. Gjithsesi, një nga çështjet që ne do ta kemi si një kalë beteje të fushatës tonë, ka përqenë çështja e strehimit, sepse lidhet me ndërtimin e pastrimin e parave, papërballueshmëria e strehimit. Besoj e ke lexuar edhe ti një artikull të Monitorit sot, ku Edi Rama në një takim në Vjenë u thoshte të huajve që hajde blini shtëpi në Tiranë, sepse së shpejti çmimet në Tiranë do dyfishohen. Edhe thoshte me krenari këtë. E thoshte hajde blini në shtëpi në Tiranë, sepse Tirana është një treg shumë i mirë. Edhe asnjëherë nuk e shton pyetur, po njerëz të këtij vendi. Është lajm i mirë ky që do dyfishohen brenda 2030-s çmimet e apartamenteve në Tiranë? Do të gëzohemi ne, do të artrokasim që do ngelemi në rrugë, edhe që do vinë, ku diun, vienezët, parizienët, londinezët, ku diun çfarë, arabët për të blerë shtëpi në Tiranë? Si mendon këtë gjë? Shiko, ka disa pika dhe mua më duket sikur kjo deklaratë e Ramës, sepse në arrogancën e tij ai shpesh herë lëshon mufka të pa dëgjuara, mbaj mend atë që me Rencin që tha që hajde investojnë në Shqipëri se këtu s'ka sindikata me një fjalë. Dhe mua më duket që edhe kjo deklarata e tanishme është në këto linja pak a shumë sepse e pare punës të thuash të huajve hajde blini apartamente në Shqipëri, ku shqiptarët e kanë praktikisht të pamundur të blejnë apartamente në vendin e tyre. Pra, një familje shqiptare e klasës së mesme me të ardhura mesatare, burë e grua, me 2 fëmijë e kanë të pamundur absolutisht që të blejnë një apartament sot dhe të mund të shlyen atë nëpërmjet kredive bankare. Totalisht e pamundur në Tiranë. Nga ana tjetër, tu thuash të huajve, hajde blini në Shqipëri, çdo thot kjo. Për kë po flet Edi Rama në këtë rast? Se për shqiptarët nuk po flet. Po flet pikërisht për këta që kemi folur edhe ne, domethënë këta që zotrojnë nga 30 apartamente, këta të cilët kanë pastruar parat e pista, duke i kthyer në beton, dhe Edi Rama tani po flet për ta. Po bën si thuash ndërmjetësin e tyre, e kupton, me kapitalin e huaj, dhe u thot atyre, hajde blejuni apartamentet këtyre, sepse një familje e shqiptare që do të jetojnë në vendin e vet, po s'ka ndërmend t'ia shesi apartamentin parizienit apo jo. Do të jetojnë atë, nuk e ka për tregti si thua shtëpinë e vet. Ndërkohë që këta që kanë disa nga 30 apartamente, ku ta gjejnë që t'i shesin? Tjetra, fakti që një apartament nuk zotrohet nga shqiptarët, po zotrohet nga një i huaj, do thotë që nëse ky apartament, si thua, hyn në treg, për shembull, sidomos me këto të përhapurën tashmë me Airbnb-n që kemi trajtuar edhe më herët, fakti që pronari është i huaj, do thotë se gjitha këto para do dalin jashtë Shqipërisë në të ardhmen. Për aq kohë sa do jetë në zotrimin e një të huaj, gjitha këto para do qarkullojnë nga turisti i huaj që do vinë në Shqipëri, do pagojnë dhe do vënë prapë në Paris, le të themi. E kupton? Bashkia do marr 3000 lekë në taksë. Bashkia do futi atë taksën. Taksë turizmit. Dhe kaq. Dhe tjetra, kur thot hajde blini në Shqipëri se çmimet do të dyfishohen, po mirë, pasi të hyjmë në BE, kujt do ja shesin këta apartamente? Se shqiptarëve jo ajo. Shqiptar nuk i blen dot me këto çmime që janë sot. Kujt do ja shesja me çmimin e dyfishuar me pak fjalë? Kujt? Arabëve ose nuk e di se ku. Pra, është tamam të bësh ndërmjetësin e krimit organizuar, e atyre të cilët i kanë kthyer paratë e pista në beton, u kanë ngelur stok tani dhe shumë kush dhe ekonomistë ndryshëm flasin për fluskën e mundshme të sektorit imobiliar që po afrohet. Dhe del kryeministri i vendit dhe u thotë huajve hajde blini apartamentet tona. Ashtu siç na morën Sazanin, një oligark ka marrë Bregdetin tjetri, tani u thotë hajde blini edhe këto apartamente se na kanë ngelur stok. Pra është të vendosësh kujën. Është çfarë i sjell ekonomisë shqiptare kjo gjë domethënë. Para 10 vjetësh Edi Rama i ftonte investitorët e huaj, hajde investoni në Shqipëri. Sepse në Shqipëri nuk ka sindikata dhe fuqia punëtore është e lirë. Një maskrallëk, po, sepse kur nuk ke sindikata dhe fuqia punëtore është e lirë, fuqia punëtore nuk rrimë në Shqipëri. Dhe Edi Rama sot nuk ka ftyrë të thotë më të huajve, hajde investoni në Shqipëri, se në Shqipëri nuk ka forcë punëtore mjaftueshëm të kualifikuar
që ata të investojnë në Shqipëri, të investojnë në industri, të investojnë në bujqësi, të investojnë në teknologjinë e informacionit. Nuk u thot Edi Rama, investojnë në këtë sektor, edhe për faktin se në Shqipëri ka shumë korrupsion. Nëse ti do shkosh, ti investosh, bësh një investim serioz në një fushë industriale, ti duhet ta lyesh rrotën e drejtorit, ministrit, kryeministrit, jo thot një pjesë e parave që ti do investoje në Shqipëri do të shkojnë për haraç tek pushtetarët e korruptuar. Tani në pamundësi për t'i ftuar të huajt që t'investojnë në Shqipëri, pra që të ndihmojnë në përparimin industrial edhe teknologjik Shqipërisë, Edi Rama i fton që të blejnë shtëpi në Tiranë duke bërë të mundur kësaj që çmimet e shtëpive të rriten akoma më shumë, se kur rritet kërkesa në mënyrë artificiale nga të huajt, çmimi i apartamentit bëhet akoma dhe më i shtrenjtë në raport me pagat e vendasve. Edi Rama nuk thot që mbas 2 vjet, mbas 3 vjet, mbas 4 vjet, kur ne jemi në BE, do jenë 2 fishuar apo 3 fishuar pagat. Jo, pagat do rrinë në vend, ose do rriten me, ku diun, 3, 4 apo 5% në vit. Ai flet për 2 fishimin apo 3 fishimin e çmimit të apartamenteve. Dhe ti e them drejt. Në qofse vazhdon rritja e çmimit të apartamenteve, gjithje më pak shqiptar do të kenë mundësi të blejnë shtëpi. Gjithje më pak shqiptar do të kenë mundësi të marrin me qera shtëpi, sepse po rrit çmimi i shitjes, do rritet automatikisht edhe qiradhënia. Sa më shumë t'u jep të huajve, sa më shumë ti lejon përhapjen e Airbnb-ve, aq më shtrenjtë bëhet çmimi i apartamentit për vendasin që ta marr me qera ose që ta blej. Edi Rama nuk do t'ja di fare se punëtori nuk blen dot shtëpi, shtresa e mesme nuk blen dot shtëpi, profesionisti nuk blen dot shtëpi, sipërmarrësi i vogël nuk blen dot shtëpi. Shumica dërmuese e banorëve të Tiranës e atyre që jetojnë në Tiranë, ka lindur në Tiranë, kanë ardhur në Tiranë, sot nuk kanë mundësi të blejnë shtëpi. Nuk ka apartament në Tiranë nën 1500 euro metri katror. Çmimi normal është midis 2000 dhe 3000 euro metri katror, të paktën në zonat më urbane të qytetit. Ndërkohë që pagat janë skandalozisht ulta, ndërkohë që 60% e shqiptarëve marrin pagë në dorë 500.000 lekë e më pak. Dhe ky njeri tani u thot huajve blini apartamente në Tiranë. Po kjo ndoshta reflekton edhe atë që disa ekspert kanë filluar të flasin, që ndoshta ka arrit një pikë e ngopjes. Do thënë, aq shumë është ndërtuar në Tiranë, aq i palidhur ka qenë sektori i ndërtimit me kërkesën vendase, saqë tashmë ato 50.000 apo 60.000 apartamente bosh do të vazhdojnë të rriten më shumë. Dhe këtu nuk do ketë më fuqi blerëse, do mbarojë dhe paratë e kriminalëve, se dhe kriminali nuk investon vetëm në Shqipëri, është një botë e madhe ku mund të pastrohen parat. Qofse nuk lidhet ndërtimi me ekonominë vendase, këto do të bjerë kështjella prerëre e sektorit ndërtimit, kështu që ka nevojë për flukse parash, pavarësisht kosteve. Flukse parash, hidhni para këtu ju, blini apartamente, lini shqiptarët jashtë, rëndësi ka që të funksionojë sistemi. Ku është logjika e shitjes së apartamenteve të huaj? Domethënë çfarë të mirë i sjell kjo ekonomisë shqiptare me fjalë? Kjo është skandaloze me pak fjalë. Kjo është tamam kjo që the, domethënë që si thua shqiptari mesatar me rrogën që merr, tashmë do konkurroj me atë të huajin që vjen për të blerë apartamenti, që ka një fuqi blerëse shumë fish më të madhe se e jona. Atëherë për çfarë bëhet fjalë? Praktikisht bëhet fjalë për spastrimin e qendrave urbane të Tiranës të paktën nga banorët e saj. Banorët e saj edhe tradicional me një fjalë. Është praktikisht ai ky gentrifikimi që flitet, se vetëm ky po të zbon në tutje, kupton? Deri para 4-5 viteve Tirana ka pas një ritëm rritje të popullsisë neto, diku tek 17.000, 18.000 ose 20.000 banorë në vit. Vitet e fundit është diku te 3.000. Pra çfarë tregon kjo? Që pavarësisht flukseve që vijnë nga qytete, fshatra të reja deri Tiranës, nga Tirana janë duke ikur shumë njerëz. Dhe do vazhdojnë të ikën, dhe një nga arsyet pse qytetarët ikin nga Tirana se nuk blejnë dot shtëpi, nuk mbajnë dot shtëpi me qera. Të marrësh sot shtëpi me qera në Tiranë, zorë se i gjen poshtë 500.000 lekëshit, apo 600.000 lekë. Është një çmenduri. Kur 500-600.000 lekë është një rrogë që mund të quhet mesatare në Shqipëri, nuk është as rrogë, nuk janë as rrogat e ulta aq. Pra, njerëzit janë duke ikur sepse kanë të papërballueshme jetesën në këtë qytet dhe ky karafil që kemi në krye të qeverisë thotë do e keni akoma edhe më të papërballueshme. Se do dyfishohen. Do dyfishohen dhe do thotë huajve blini sa më shpejt dhe nuk e kupton që sa më shpejt fillojnë të blejnë ata e sa më shumë të fillojnë të blejnë ata, ky dyfishim që parashikohet i çmimit do bëhet 3 fishim, do bëhet 4 fishim, sepse po rrit kërkesa në mënyrë artificiale,
detyrimisht do rritet edhe çmimi. Pra kërkesa nuk është kërkesa brendshme, nuk është kërkesa organike e shoqërisë shqiptare, ekonomisë shqiptare, është kërkesa e të huajve. Po s'duhet të harosh edhe një fakt tjetër që ky kur i fton të huajt vinë dhe të blejnë apartamente këtu, qartazi, nuk mund të imagjinohet dhe ai vetë e di domethënë që i huaj do blej apartamentin në Tiranë dhe do jetojnë në Tiranë. Sepse Tirana është qytet i pajetueshëm, nuk ka më rrugë, nuk ka transport publik, trafiku të bllokon totalisht, nuk ka shkolla, nuk ka spitale të hajrit, e kupton? Kështu që ai huaj që vjen këtu nuk vjen që të jetojë. Ai huaj që vjen këtu, nëse e blen atë apartamentin, e blen posaçërisht me qëllime fitimi, tregtie si thua, ose do ta kthejnë në Airbnb për këtë fluksin e turistëve të paktën të tanishëm që edhe këtë vit ishte në rënje domethënë, se e pan se ç'është Shqipëria e Tirana me radhë si kanë katundisur bregdetet e Shqipërisë dhe mendoj se do vinë në rënje edhe fluksi i turizmit. Pra ose do ta shes ose do ta jap me Airbnb. Kështu që në të dyja rastet nuk do ja shesi dot shqiptarit, do ta jap me Airbnb dhe ato para do t'i vënë te llogaria e tij bankare në Gjermani, po themi. Atëherë çfarë fitoi ekonomia shqiptare? Fitoi vetëm ai oligarku ose ai kriminali që e ka pastruar paranë, ka kthyer në apartament dhe tani ato para do t'i fus në bank duke e shitur tek i huaj. Asgjë tjetër nuk fiton ekonomia shqiptare në vetvete me pak fjalë. Dhe kjo është thirrja e kryeministrit tonë. Çfarë thuash? E vërtet, ne do e trajtojmë përsëri si çështje sepse ky duhet të jetë një nga kauzat me cilën ne do kërkojmë votën e qytetarëve të Tiranës, çështja e strehimit, paqëndrueshmëria e sektorit të ndërtimit, si ta bëjmë më të përballueshme dhe më të mirë jetën në qytetin tonë. Mirë, të falenderoj që ishe sot me mua, ju falenderoj dhe ju të dashur bashkëqytetar. Sot kishim një podcast veçantë, folëm pjesën e parë me Mirela Rukon për çështjet e Tiranës, të Këshillit Bashkiak të Tiranës, ndërkohë që në pjesën e dytë pata rastin të flas me deputetin e Lëvizjes Bashkë Redi Muçi. Mirupafshim javës tjetër.